Të më shenj duar të ri. E bën edhe e bën si drejtje për. Ta e kriminella, po I vrasin njerëzit, po I lën pa buk. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not be held responsible. Any hearing evidence or extensive exposure of this child. Ja, boka këtë telefoni. E miska. Që ka I mirë shumë. Hajde gëzuar. Gëzuar. Pa. Rakia, jo rush gjermon. Bëjmë podcast, që nuk bajtëm në partin e 7, njoni mas tjetrit. Aha. Ua, plak. Tani nuk Si e nuk di. jodhe në me ropë Ose në ka ikë në mosha, nuk e di, ose po jo më ne edhe kur kemi qenë moshën e këtyne, Ka që jo, se kena pas bukë shumë. Më me lezet, nuk qijo më. po nuk më nishtë të plak. Po këta, se këta nuk e di, këta që na dëgjojnë. Kemi këtu ca që kanë ardhur me Erasmus, ca student huj. Erasmus është tip kështu exchange. E vin për 6 muaj. 6 muaj një vit varet sa e kam. Po zakonisht shumica janë 6 muaj. Po janë AUIU fare, por AUIU. Komplet AUIU. Parti thot ai ditë për kur. Parti, po më ikim parti. Tendën, ka parti prap thot me një park tjetër. Po ikim. Javës që kalojnë, Po e premte, që premte. Do të ikësh në parti, s'ka. Po rjetë të shtunën dalën në shtëpi. Po dielën çopës. Harrosh jene ujtë më kur, më këto. Jo, bu keq fare ato ditë të plak. Ato që ishin njona mas tjetrës kështu. Se këshon ca dreka ca darka të puna. Pastaj ato 4 ditë resh pastaj. 4 ditë resh. U helmua më plak. Po jo më janë, I kanë kështu si pa lezet të burë. Se edhe ne jemi në shqiptarët që fli festa që kështu. Bëjmë në Shqipëri kur jemi. Po e borë opi ku di unë. Do iki për shumë në foli, e letë premten do ikin foli. Shtunën del, pi gotë të rrugica salës. Nuk shko të premten foli, shtunën në lollipop të dielën ku të ke dalë në një. Hap celular ku ka shko. Po ti ishte foli lollipopa djetua, po këto ku ven këto është mortje për vrima miu. Këtu edhe loto e lagjës është më lartë se sa. Plus pin keqe plak o pin vetëm me u pi. Kjo më shqetëson keq fare kjo. Po Lena për ta pim këtë gotë ta shijojmë çike ça blem ça porositë më. Kjo më shpi fare më pi. Sa keq ndihen me veten e ty në kur. Se domethënë të pish sa vetëm që dalësh nga vetja, ta kesh qëllimin me pi. Kanë shumë ankth. Duke janë pavarësisht se duken si open minded, domethënë po e parti sa open minded janë kur bëjmë muhabet normal. U ofendova për këtë, u ofendova për atë. Kultura tjera për zotin është. Nuk është se ne kemi shumë më mirë, por normalisht janë më lart me shumë gjëra, domethënë edhe me vene, ku të vesh, domethënë kanë shumë herë më shumë. Po ideja është që jeton plesë, gjëra me kripa me karar. Bravo. Jo më ne kur shkojmë, kur bëhemi, kur organizohemi, ne shkojmë bëjmë i gjë tamam. A kupto, bëj gjë me sens, bëj gjë tamam, me shoqni të mirë, me njerëz të mirë. Nuk shkojmë ne, hajde më lidhemi në park, 50 veta, let's make some friends. Po pse? Që friends. Dola unë kam nevojë, unë hajde thoshta ajo, të flasim me njerëz se to make some friends. Ç'e du me make some friends? Çehin. Pash i erë kështu, ajo e pamja, ke bërë si ai plakut, ajo videoja që i bote në sreti. Qa? Albaneze i joj, qa friends i po thume? Me më po delë si asociali. Për ato është normali ajo pjesa që ti. Po se s'kan shokë ata, s'kan shoqëri. Dhe shko fliti, bojnë rreth ata 10 veta, shko folë për çfarë kur kot. Sa pive dje, sa do pish nesër, çka ke pi sot? Po. Ku e bën çiçin ti në qytetin tënd, ku e bëj unë, ku e hedh biznes cigare si ti. Po, çka hapën një temp për shembull, çka problemi ka ta bësh shurrën në rrugë. Çka problemi? Seriozisht? Qa problemi ka ta bësh, domethënë edhe e diskuton të këte një franceze që para 5 minutash më tha mu pse e hedh bishtin e cigares në rrugë.
Pra po, Shive shumë e dëmshme, hipokrizinë e bisedës ti e konceptit domethënë. Ti më thu mu pse bishtin e cigares në rrugë, po shurën në rrugë, çfarë problemi ka ta bësh? Ashilloj. Jo, asi që ama Si është naturale, është naturale, për thitha. Banjo turke, la ulu kështu, futja, i lëshoja. Po bën shtëpi, bën krevatir. La cigaren kujdes, se bova kjo dhe cigaren në rrugë. Do të strakfullah, dhe cigaren ti. Më si edhe unë, si habitu, në ke parasysh si ai, fëmia i pafajshëm, si shurën në rrugë, çfarë po thu? Më më dhe? Që me rogë shpime i pak shumë rrugë, sa japin atë përshtypje fare. Thua se po edhe Po se koncepton do të. edhe në bisedë më burr, në momentin që të vjen një person dhe thotë ty pse të bishtin e cigares, unë nga ai person pres maksimumin e pastërtisë, e rregullit e kështu. Dhe ky person në vit më thotë mu, çka ka ta, por mos fol pasaj për ndasin femër meshkuj, që hajde dhe se shkoj çun te i pem, edhe e kena bo edhe në Shqipni, e burr Si jetë është ka shumë plako kaq e keqe? Se unë kam, më duket shumë e keqe te gotat të plak. po se është procesi për hulu për hulu. Po që së mora Po atje. që talës Varet. një, do fshihet pasaj. Me çfarë do fshihet me një motor? Me gjithë. O bo. Qa, ajo Ska s'tosh- fiqte, se po të kishte fiqte, bie Po, nerja jo. bie. Problemi që ajo s'tosh tas me naj shkurë, me naj pem, në rrugë vlla. S'ka naj gjë, thoshte në rrugë. Si më s'pas ka naj gjë. Shikon si prandaj nuk bëhet Shqipëria, se bëjmë më shumë. Jo, gabim është. Edhe qashin atëre për atë urën të lana që ishte tek. Pak të shkonin nga poshtë xhaxhat e vlla. Si shkonin poshtë, jo më në rrugë. Shumë e keqe plak, shumë e keqe. Si ti kanë ca lloj mentalitetesh kështu, lloj budalliqe, ajo biseda që bëm që ishte tek ai podcasti e anglisht më bënin përshtypje mua, domethënë që kur ishim të fol për ato që ne qesim me ata se janë idiota, e kupton? Pastaj kur bënim ne shakara kështu, oh, it's not funny, don't say that. Kështu pra double standards, këtë pjesën se thash, nëse mu do vinte një person i tip hipsteri, që ku di unë është, po them zhul nga kokat e komët, i hudh plenat në rrugë. Aty ku ha dhi, aty ku dhi ha, po them kështu. E të vitëm të thoshtë edhe të bësh urën në rrugë, s'ka gjë, po më të thoshtë dakord se ti ashu jeton, ashu atë koncept ke. A kupton, nuk do mbote përshtypje, po ma thot një person që e shqetëson bishti cigares, këtu nuk bë sens pasaj, nuk ka rrjedh logjike, ti tani. Po është edhe kjo me dojtë se kjo pesa është çik më shumë double standard se plak, është fakti që po e thi bicin e cigares, e kupton se bova kiti si shoqja saj që e thi bicin e cigares mama nëse do. Jo, po, do ishte cool. Ishte cool. Do I ishte- don't give a fuck. do ishte I'm cool, independent. I Po, do whatever sa- the fuck I want. Po, edhe kjo është. Se ne japim çikët përshtypjen që jemi çik kështu jugor. Europiano jugor, kështu Ballkanas, kështu edhe neve na kanë pak na i shohin pak me lup veprimet. Me Ne po shumë të bëjmë lup, me 4 lupa me Po të mikroskopin. bëjmë një veprim ne të ne janë o ky po paragjykon, ky po bën kështu, ky shife sa i pa kujdesshëm ndaj natyrës, ne kështu ndërsa. Se kuptoj me kur i shikoj që qeshim ngjeri me çfarë shaka qeshin në plak, se ta nuk din me bë shaka, se ofendohen direkt për çfarë lloj gjëje që thua. Shaka fëmijësh më burr, shaka nuk s'kan shaka më burr. Lejer që qesim falco. Po, ajo është me keqe fare. Ajo është shpivur fare, qesim falco. Se kur qesh falco ju dhe vlerën humorit. Se po të thot njëri një humor që ja vlen me qesh ti qesh se je mësuar me qesh që kur duhet me qesh me buton. Normal më shohin Francat. Normalisht. Jam mësuar të Francat që vetë qeshmen nga mrapa me buton. Ati ajo është e keqe fare plak. Ajo më kishte Covid ja, Frenca. Covidi erdhi iku edhe. Ajo është O si se kam pa në herë atë Francat tulem ta shoh kështu, e kam pa kur e jepte Top Channel-i. Kush e jep një këto ekranet që të dilte na janë televizor ose në sfond ose kështu ka sekuenca. vdekje këto sitcom-ut këto që kanë qeshme nga mrapa kështu burri dhe ato Po shumë e shpifur është, po, me vërtet. Më mirë portokallia që i ftota aty ata dhe kur qeshnin i kante me kamerë. Pak ishte çaj ishte për të pak nishin aty, po janë bastarde fare, burri dhe kot aty qesh kot në sfond. Me ta imponu pra Po, domethënë. Ti po, duhet po, qeshesh në këtë moment që qeshin këta. Në shkot është s'bën sens fare. Vdesin ta për to, sitcom, ato trash, si ajo shoqja jote italiane, ajo që shef
ato serialet më kancere që ka Netflixi, të gjithë treshin e Netflixit ajo e ka pa. Bridgerton, tha, do iki, tha. Bridgerton. Do iki se do shoh Bridgerton. Çfarë është kjo Bridgerton, më? Si di e plako, unë për shembull e pyet atë, domethënë çfarë seriale ke parë ti që mos t'i shoh? Jo, më se ideja është se mima, okay, e shef këtë Bridgerton, ja, do flesh para gjumit, do shohësh atë Bridgerton, do ik. E ke aty me kalu kohën, siç mund të hapim ne ndonjëherë me pa këto live-et në YouTube, jo ujku shijakut, jo këto. Po nuk iki unë nga grupi ku jam, se kam lënë ujkun e shijakut pa. Do shoh episod të radhës se ka fol ujku shijakut me Cion, edhe duhet me e pa. Unë pa hap kot ndonjëherë, edhe kjo, okay, më e shef Jem bajnë me plaka kur jem bajnë. Bravo. E shef Bridgertonin kur ti ikësh të shtëpia shifër. Do iki unë tani se kam lënë season finale të Bridgerton, nuk duhet pa ajo. Po dhe këto tjerat me ato që folim të kaj podcast e ato Love Island e to budalliqe. Ora unë nuk e kuptoj si mund t'i shohësh ato edhe për më shumë se 2 minuta. Unë i kam hapur ato nga që i nxjerrin Netflixi, sidomos kur nxjerrin episodet të reja ta ke parasysh del direkte. Edhe 5 minuta nuk bëhen apo plak, më bëhet një gjë më këtu në gurmaz me lidhet fare, nuk. Është shumë e keqe plak, shumë e keqe. Janë shumë ja se ne kemi vënë re nga ana e bagazhit intelektual, domethënë, për të folë. Bravo, se e ka pe pikë të bukur fare. Historie, gjeografie. Zemra është fati jon apo është janë vërtet që janë shumica të trashë plak. Se ne unë me mendimin kështu plakon ne popull i varfër e kupton me të gjitha, domethënë nuk jemi shumë të emancipuar, po jam këto 3-4 vite të fundit, sidomos me këto exchange-et njëherë që unë imagjinoja në fillim që këta që vënë që bëjnë exchange, që ikin në shtetuar me botë, do të jenë supozoj të jenë ajka. Po ajka jo, po të jenë diku më ndryshe, më mirë, se sa mesatarë. Në një farë mënyrë po përfaqësojnë atë vendin e tyre, po vinë po e përfaqësojnë këta. Normalisht. Duhet të jo ajka, po këta kanë kritere, notash. Kur aplikohet ti për exchange edhe nga Shqipëria, kur ikin duhet të kesh një farë, nuk mund të çoj një që mezi kalo, a kupton? Se normalisht do shkoj atje shqiptar thotë OBB. Edhe të vish, mos të kesh, mos të dish bazat e gjona, nuk po flas, po i heq fare këtë histori gjeografi, më nuk po i hy histori. Zeu si që po edhe se histori gjeografi se dy gjëra për Europën do i dish, tash jo plak mos e fut rapid kod tash mos me ditë kur ç'është kryeqyteti i Hungarisë, është budallik më plak, po ti ku jeton në ç'a planeti jeton ti? Se unë nuk po të them më thuaj një shtet të Afrikës që e din vetëm ata që e kanë pasion. Se ne jena mësuar me Shqipërinë që se din, po dhe mos të di Shqipërinë nuk është normale. Jo, mos është 52 vende ka Europa. Ti jeton në Europë, domethënë. Ti dëgjoj se hiqe pjesën që prekemi ne kur di Shqipëria, po si logjik ti Shqipërinë duhet ta dish. Po. Se nuk është një shtet i Afrikës o i Azisë që ty s'lidh asgjë, e ke në Europë. E ke në Europë. Ke Greqinë, ke Shqipërinë, duhet si vendosje gjeografike s'bëhet fjalë, me ditë se din hiqe fare, do të Greqlandi thonë atyre North of Greece. Si lloja plako. Serbia thotë. Po. Janë out fare. Po kjo është fatkeqësi e madhe shumë kjo. Po edhe për të gjitha, se nuk është vetëm për to. Unë sa herë kena bë muhabetin që unë di më shumë rreth historisë gjermane se sa vetë gjermane. Po është turpizot të bu. U zema po ta thash më okay më e heq më njan pjesën e historisë gjeografisë, se është një gjë e një niveli intelektual duhet të kesh formim me ditë histori gjeografi. Po këto nuk din Matthew McConaughey. Hera parë që enjoy tha, si aktor. Tani se ajo i përket atij televizionit që ti i shef. Televizionit të njohin vetëm Brad Pitt, DiCaprio, Johnny Depp, çka kanë bën në skandal, çka është në një gjë. Po Morgan Freeman, se di kush është. Po si më nuk di Morgan Freeman? A shef film, a hap Netflix? Unë para në fillim kur kam marrë dhup plako, ndjeshen që keq vetë se njifja emra kështu partikular, domethënë, po të tjerë nëse i shifja foto domethënë e dia direkt. Tur i tregohet me foto kjo se kam bën ai. Jo as film. Si të shohësh Bridgertonin normalisht ku do ta shohësh Matthew McConaughey. Ato italiane nuk kanë pa Godfather. O të paktën të kesh dëgju për Godfather, që është film epik. Jo, s'kam dëgju ndonjëherë. Po ata ajo është aty. Unë se kuptoj ç'a kanë
23 vite jetë ajo tjetra më burr. Çka ka bëj 23 vite? Çka ka mësua ajo? Çka është fut në kokë sa 23 vite jetë? Për gjuhë huaja jo. Anglishtën më. Anglishtën më. Keq shumë anglisht. Skandal fare burr. Si që dhe ti di italisht më shumë se sa di ajo anglishtën është në 100%. Po është fatkeqësi e madhe, se ajo është gjuha jote e katërt. Për zotin turp. Në italishtën, po në italishtën e dim nga televizori më burr. Ore çfarë rëndësie ka nga e di, e informuar, ti merresh vesh me për kushtu italishtës. Më ka rrobë në Shqipëri që edhe kam bërë plak, siç e kam bërë unë për shembull, unë kam bërë veç 2 vite në gjimnaz, ka rrobë që e kam pasur që edhe në vjeçar. Dakor, po është turp po them me krahasu italishtën tonë me anglishtën e atyne. Po pra po. Që ato anglishtën e kanë nis që në klasë 4, ka ardhur deri tani, viti 2022 ti s'di me zi merresh vesh në anglisht. Çfarë ignorancë më përfaqësojnë këto më burr. S'ka mundësi më dha. Se di, nuk e di. Edhe e ke vënë re që gjatë gjithë këtyre viteve këtu është i lloj ndryshimi i sjelljes tonë karshi të ujve, se kur vjen fillim ke ato ide në burr që ne jemi si veni prapambet, ne jemi si inferior, na është nguliti çik aty në Shqipëri, domethënë. Po të rrish vetëm në Shqipëri. Fakti është në disa gjëra, domethënë se duke filluar nga politika, ekonomia jemi. Je, dakor. Po ne na ngulitet që dhëm pjesën njerëzore je inferior. Kështu ngulitet. E ka Në provuar. momentin që shkel jashtë, kur kam pas bëun ato turet me YP që thosha, që shkel jashtë që shef, se qa lloj brumi ke jashtë, ndihesh superior më po. Normalisht. Do të thënë më shumë ti intimidon një shqiptar kur të futet në rreth shoqëror një shqiptar, se shqiptarët dinë, Po. qoftë për gjuhë tuaja, qoftë për tema politike, historike, për gjitha, më shumë të intimidon një shqiptar se sa një huj. Po të erdhi një huj, kush është më? Picera dera. Tamam se atëre. A kupton? Se di jo, nuk e di. Po kjo më shqetëson më shumë pjesa se kjo pjesa e gjuhës okay, e plakon çështë jeni një vend për shembull Italia jo, Italia s'është ndonjë, po ti je në ku ti gjon Gjermani, Francë, hajde mo. Po tash e plakë mos ti më bëu tash një muhabet social, një muhabet ku ti gjon për vizion, për karrierë, për të ardhmen, për gjitha. Vetëm gjë që ti më bëu tani çapilash ke provuar. Ti që alkooli kush është më i mirë nga ky? Ku efekti që ti jep jo kokra, në Skotland ku e bë ajo tjetra në Paris, është çik bastardizëm o plako. Bastardizëm është vërtet për të ardhur keq, domethënë se. Por ne mbasi mësojmë ca gjëra, mësojmë nga halli, mbasi nga që duam të çajmë çik më shumë se e dim që jemi të paraqykuar të gjitha. Se jemi, e kemi parë edhe vetë, domethënë se mos nga ata të rinj, se ne kishim fillim frikën se do paraqykohesh nga të vjetrit, po më shumë ta. Po që disa gjëra që janë bazë burrë. Po kjo është arsyeja, se këta ne kemi atë urinë me mësu, me thith sa më shumë, me marrë, se na duhet, se duhet me qasë, se duhet, se s'ta jep njeri në pjatë, kështu. Edhe automatikisht detyrohesh. Po e ke edhe pasion, e ke edhe qef, ke edhe dëshirë, të dish kur për i temë caktume, ne na deli temë me caktume biseda ose kështu, kur shkon në shtëpi e bën një research të vogël me marrë një ide. Atë që bën muhabet, e kupton? Pse shkoj takova një armen unë, më tha për Azerbajxhanin, bababam, ore qa kanë këta kështu nga ana historike, ta hapi ta shoh, mos ngel ignorant, ta di kot për kuriozitet. Do ta takosh një tjetër nesër pastaj. Po, ta di gjë. E ke atë gjën që të shtyn. Këta janë fare. Se qa ka Serbia me Shqipërinë? Po mi më kur shkosh shtëpi shife herë, futu herë, shife qa ka Kosova me Serbinë, qa ka ndodh. Nuk ka për ata s'janë dini fare ata, edhe genocida mirë Kosova se edhe se ishte deri diku dhe vonë, po as për Bosnjën në plak, që Bosnja u bë lajm botëror. Është fatkeqësi më plak. Që këto janë në Europë, është Ukraina me Rusinë që po ndodh tani dhe para 15 vitesh. Ajo është e fundit, nuk është se një rajon, për shembull po marr lindjen e mesme, unë që është rajon që ke full me trazira, full me kështu e ku t'ja hysh nga ana historike, ku t'i gjesh ti konfliktet që kanë, se janë lumenç, kjo me këtë. Do sa këtu aq ke pas. Para kësaj që po ndodh tani, këto kanë qenë Ish Jugoslavia, ai problem ka qenë. Edhe lufta dytë botërore. Mos ta dish ti, mos ta kesh një gjuhë? Nuk. E s'ka pas linda atëherë më po.
Nuk pse unë kam lindur ku kam qenë Bismarcku? Jo, nuk quhet, jo. S'kam pas lind atëherë. S'e di, nuk e di. Më kanë thonë dhe mu ka qenë një Enver Hoxha i diktator, po se di, ku du, s'kam pas lind. S'kam pas lindur atëherë, po. Më vonë kam lindur. Nuk më Me intereson. për Hitlerin kështu, se thonë ça thonë robi mirë. Se di faja, s'kishte linda s'plagu im atëherë, që jo ta shpejt shumë. të merre me këto. Imagjino që më i thonë të njëjtën gjë këtyre. Hitler? Who is Hitler? I don't know, I wasn't born there. Po. No, you are anti-Semitic. Se di, por e një çudi e madhe, Po që që kam bërë përshtypje mua plakon atë gjitha personat, po ti mbledhësh gjithë sa kemi njohur të huaj, nga ata të perëndimit, domethënë ato 2-3 vitet e fundit. Po si janë zero fare nga familja me rrush, nuk kanë asnjë lloj ndjesie familjare, nuk kanë asnjë koncept të krijojnë një familje dhe të kenë fëmijë. Familjet e tyre i kanë të shkërdhyra, se familje me probleme kanë në Shqipëri sa duash ti, kurse i kemi gjuhë dhe bashkë, rrihen e vritën, e theren, e bën. Po ama generalizimin, domethënë ajo ndjenja e të gjithë popullit është familja është e parë, e kupton, është diçka që e synon me mendja akoma shumica në Shqipëri, e kupton. Po janë tamam shkatruar. Po. Shkatruar probleme, domethënë nuk e di e plak. Absurditete fare, që unë nuk i perceptoj dot, se kam qenë unë me fat që kam pasur familje të mirë. Ose vërtet kam qenë. Po ke raste në Shqipëri plot më burr se ne familje të mirë, familje të shëndetshme, quhemi familje që është bashkë. Po ke raste plot dhe familje divorcuar në Shqipëri. Prap më burr, divorcohen se mund të ndodhi, se s'ka ndonjë gjë. Ti kur shkon mirë, burri me gruan më mirë divorcohet se sa të shifen skena në shtëpi. Po. Divorcohesh ama për kujdesën për fëmijën. Këto e kanë, shtregote kjo. Unë dam mami me babin, babi, as dësh me ja dit ma, maroj, për fëmijën. Sigur s'është ma. Më thënë lloj indiferentizmi, i lloj kështu që ne nuk e konceptojmë, mu nuk my do të në kokë, do me thënë të kesh gocë kjo, dhe të kesh atë lloj indiferentizmi ndaj gocës ti, burri shtëpisë. Është e frikshme. Frikshme është. Ça pret nga kjo, se problemi është që sikur këto të reflektonin nga gabimet e prindërve të tyre, se këto i kanë prindrit e shkërdhym, që janë kështu sot. Edhe ideja është se këto nuk kanë pasur fatin që kemi pas ne me shoqërinë deri diku o plako që kemi mësuar ai që këto bëjnë një njëta gjëra që bën çisë thotë ajo babai lut sërditun, lut edhe kjo. Kjo është që problemi. I was in my room alone, very sad. I was drunk and alone, it was very sad. But what the fuck, çfarë po bën? Është ditë jafe, për çfarë? Pse pive? Depresion, jam depresion, e kanë gjetë tash. Qa të bëj, jam depresion, po i fusi kokër, po pi qik alkohol, jam keq unë. Shë ajo më burr ajo që tha Hasa, e ka thënë në lafë me men. Në s'ken ako me ram depresion, në Shqipëri tamam s'kan kohë me ram depresion. S'ke kohë ti me ne tani këtu, jam depresion. Që ti këtu ty mund të kenod gjithë hallet e mundshme që mund të të çojnë depresion, po nuk e kod, nuk e mendon ti që prit tani jam depresion, se kupton, nuk e ashu, je aktiv tërkohën, ti je këtu puna, do kërkosh tu shkolla, kjo, kneja, ne, jo letrat, jo viza, jo vrap tu, vrap ati, avokati, kne, s'ke, këto e kanë Terezilla, qa të bëja? Po është e përgjithshme, se nuk kanë as vullnet të plako, se për shembull edhe unë vëja re edhe këto pjesat edhe të volumi nga shkolla edhe të puna. Po thuaj se gjithë çunat, domethënë edhe një pjesë e mirë e gocave që janë shqiptare, nuk po themi për ato të tjerë që janë fare, po ato që afrohen më shumë me ne domethënë. Po pas ata edhe në shkollë ka qenë mirë, i kanë vajtur mbas tyre edhe në punë, shok që njohin ne janë punë, punojnë si kafshë, domethënë sikur s'kan bukë të hanë, domethënë vetëm që ti jenë të pavarur të gjitha. Këto kanë lënë të bëjnë një projekt, thotë ajo. I cannot do it. I feel really bored and depressed. I cannot find the will to do it. Shifë si e flet si gjo më burr, sigurisht në një poezi e bukur. Ose i bole është ajmëtar, unë isha zgjuar në 5, isha në kantier, kisha 2 negociata, bona dhe letrat mas atyre, erdha në shtëpi, bëra një leksion online. Do të leksionin online, po. Edhe ai thot jam tard se jam zgjuar, duhet shkoja në shkollë në orën 9.
E kisha shkollë 9 me 12. Apo janë që birë që janë i ta që e ben shkollë në orën 9, dengë për morti. Gjuna i torturuan I torturuan 9 me 12 i kërkohet të vi 9 me 12. Se di. Prandaj, do bjerë ju. Strapacohet ai, ku do shkoj ai? Me këto lloj brezi plako me që na ka parë në sy tu. Ka për të rënë në Europa, vetëm në ata. Po se kanë idem fare, nuk ka. Ata nuk e dinë se çfarë duan të bëjnë akoma aty. Por e mirë se unë s'kuptoj edhe këtë tjetër. Si guxo ai më por ku i gjej ai bolet me na u çan ne. I'm tired, sa hajtë se po i thuna një tjetrit nacionalitetit vet që rri atje të vendi vet që nuk e di se ç'a bëhet. Po ai e di shumë mirë ne. Ne jena të dy itinerari jonës çohum mjes, punë, shkollë, mundësi shkollën mund ta kesh dhe midis punë, që të duhet knet mash laptop në punës, knej laptop në shkollës, dorëzo projekte shkolla, dorëzo projekte puna, maron në orën 5-6 je i kput i marun. Edhe prapë ri zotri. Edhe prap ri zotri dhe prap nuk qahesh sepse se kemi pa dhe kosovar tjerë që çohen 4 mjesit edhe shkojnë në shtëpi 8 darkës, ha. Man mendje ato që të thonë. I kena pa. 18 vjeç. Po. Ti hekur gjithë ditën e buç. Fillon edhe nuk qahesh, se e ma sus se thu po marr i pag të mirë, se ditën në Shqipëri që shko puno 10 orë, 12 orë merr 10.000 lekë dita në fund. Po. Edhe nuk qahesh. Ky këtu me ne këtu jam tired du tha. Kisha leksion 9 me 12. Qa? Se ti. Ta kapësh në shpulla. Qa tired? Ta kapësh shpulla. Qa ku u lodhet? Po normale, po se kur i thon ato prindit e vet më shoh, thjesht mos u streso, mos u bëj normalisht të plot s'ka asnjë lloj kërkese, por është degradoni çik gjëja, se sidomos atë periudhën nga 17 vjeç deri në 20 vjeç duhet ta kesh i katë shtysën, domethënë duhet të kesh një figurë babai, duhet të kesh një figurë mamai, duhet të kesh një figurë të kulturës së punës, se si funksionojnë gjërat, si fitohet leku, sa e vështirë është. Unë s'po them tash ti kurse numëro fetat e bukës, e kupton? Por duhet ta ketë pak iden tash se si funksionon, duhet të jesh një ekonomist, në shtëpinë tate, në përjetën tate duhet të dish të bësh pak ekonomi. Ndryshe nuk funksionon. Siç nuk po funksionon më. Lidhen martohen, bëjnë fëmijë, lëm, pastaj se funksionon, po si më më. Ta thash unë, kur nga ça preti nga ai nesër pas nesër do krijoj familja. Se dalim i çik te kjo pjesa që okay, mund patriarkalizmi, budalliqe, çu po burri familjes, se burri familjes, si do ndryshojnë kohërat e botës, burri familjes është burri familjes. Po është të plak se edhe këta që e kanë provuar ndryshe një mund të bravo, është në fund fare është ajo shtylla ku i bin pesha e problemeve, e gjonave e kështu. Këta qanë më shumë se femrat, ma. Qa burri familjes? Ai qahet ankohet më shumë se e dashura vet. Po, ishte shumë e frikshme. Ai qahet dashurës vet. Ku jemi mësuar ne kështu? Ne për zotin ne jena ekstremi tjetër fare pasaj. Se ne jena ekstrem komplet tjetër. Ne jena mësuar burri s'ka probleme burri. Burri s'ke më mirë ashtu, më mirë ashtu. Jo, 100 herë më mirë. Më mirë ashtu se sa 100 herë më mirë, unë po të them ky kur si del do të jetës vet zot që i duhet më uzjun 9, me shku në shkollë deri në 12 dhe kaq marroj 3 orë ditë nga 24 orë. Apo lëndët që kanë ata o zot i madh gjermanisht niveli A2-shi, të ikim të shikojmë. Po, kishin lëndë, kishin një lëndë vështirë. Tregoja çik të Europës. E kishin një lëndë vështirë se më thanë, mu nuk dim ç'a të zgjedhim, thanë. Kemi ose i lëndë që ka 2 seminare nga 8 orë, edhe në fund seminarit bojnë një pyetje. Shumë e vështirë, 2 seminare 8 orë gjithë semestri, ha? Edhe të bëjnë pyetje në fund. Shu hajde të merre vehementi. Po ishte kjo tjetra, po dhe kjo e vështirë. Kjo ishte të dilje nëpër Berlin me pa të sightseeing Berlin, po dhe në fund të shkruash një tip kështu që çka ke pa, e vështirë kjo. Ja morën shpirtin në vir, ja morën. E kuptoni, edhe të dalësh, të ecësh në kom, edhe të shkruash në fund se çka ke pa. Ku bota? Kështu që në qohë rini fëmijët, kjo fëmijët futi. Normali, ty duke pas këto modele lëndësh, kur i ke i lëndë që shkon 9 me 12, ati i duket funi botës. Nëse përbalo dot. Po nesër pas nesër, kur të ketë familje, të ketë fëmijë, të ketë shu, që të bëjë? Po. Njën që në momentin e parë që nuk do e zidhi shteti, nuk do e zidhi leku, apo ku di që unë që mund të kenoj nofi, plako dire do degradojnë. Do degradojnë, normal, filloj të pi, do ashtu, anek, kam halë, unë kam probleme. Mirë pafi. Dhe gjëja pasaj që është smecin. It's not working, kapitalizmi, të gjitha, kështu,
Bota, kjo bota shumë e egër për mua. Kokosiane, çka kemi parë ato histori që kanë treguar unë kanë ardhur si punëtor pa letra, pa gjë duke lidhur egur e tani kanë firmat e veta. Pse funksionon ka për ata, s'funksionon ka për ty. Ti je me letra me pasaport, gjithë ato mirat e zotit. Gjithë ato mira ato shoh. Gjithë ato mira ti kesh. Edhe me pas familjen kërëm tu nuk është në Shqipëri që s'ke nga janë ban, ose ku do vesh në një xhaxhame në një gjë në plako. Tu edhe po dolën rregull ti ke shtetin në plako. Minimumi 600-700 euro në fund muaj ti ke të japi shteti. Po. O blon, a di qa kuptimi ka se në kjo pjesë na shumë. A di qa kuptimi ka ti të kesh pasaportë europiane më. E kupto ti këto rrin Spanja i? I qatë bytha i moment Spanja, ja fut më vlla në Gjermani, vje punon, nuk i jep llogaria si njeriu më. E kupto sa pa konceptueshme është për ne. Do ti them unë hasës tash o vlla nisu hajde në Berlin, gjej punë, futu punon me letra me të gjitha me kështu dhe merr 2000 euro në muaj. Po flasim për shtete që në Shqipëri po dole jashtë Tiranës. More fund. Piu e zeza, kupton ç'do bësh, ku do vesh, do ta mendosh. Po ikën, ai nuk i kërkon, nuk ka kujt pse i jep llogaria si njeriu. Se ke pasaport spanjolle, puno ku doj trapi ty, me i fjalë. Me i fjalë ti i ke dyrët e botës, kaq trap me kaq mundësi ke ti, që s'kam çaj bëjnë anjonit që thot nuk ka ecë edhe është shqiptar i shkreti si ka ecë se aty në Shqipëri aq mundësi janë, për vizë për gjë si ka hec, mund të ketë ardhur këtu pa letra e kanë kap, vjen kontroll të kapi vëlla, iku edhe prap ne i paragjykojmë, i pa aftë themi ne. Po të vish tu emigrant pa letra të kthejnë, të kapin, që s'ka lidhje me pa aftësinë, i pa aftë themi ne. Se iku çuni filanit, kanet. Ashtu jemi e pikë fare. Kaneta i çuni filan, pse s'ka bën atë kapën. Çuni filani ka bën miliona. Po du të them si ke mundësitë edhe prap e gjeni rrugë. Këta kanë gjithë mundësitë e botës, po ndaç iksu e ti. Daq Danimark, po them këto venet që kanë kështu, që kanë nivel të lartë jetese. Daq Belgjik, Zvicër, Gjermani, ku të dush, hap hartën, lëshoj shigjet, ku të bjerë ik. Edhe puna. Po pse tha ajo plako? Të gjithë shoqëria ime tha që atje në mes Glasgow, mes Skotësisë, nuk ka lëvizur asnjëherë. Hama, si shpjegohet? Po as më po vetë ti sa herë ke vajë me Milano, Madrid, vetëm me pushime, vetëm me pushime, pa filluar fare. Që jo me bova akita si me pas nevojën ti me ik, edhe mos e pas breza. Bullgaria mos brasa, gjithë tu i sa bulgar këtu, ti ke 25 i ke vetëm tu. Mos kishim nevojë për vizë, ne. Po ku na matë vendin e më? Po ç'po thonë, sta ma veni pa viza, plagë imagjino tash me vizë, çfarë do thonë? Edhe nuk është ajo puna, nuk është vetëm arsyeja domethënë se është keq, se ka dhe Europë që për shembull jetojnë mirë atje në Shqipëri. Jan pak normalisht, po ka njerëz që jetojnë shumë mirë. Po ideja është në përgjithësi, plako, në përgjithësi, po ta gjeneralizosh çështjen, jemi të uritur më valla, jam mirë, po dua të jem më mirë edhe unë di që mund të arrijë më mirë, e kupton? Absolutisht. Unë mund të arrijë më mirë. Kishe lirshmërinë e vizave ti, shqiptarët e kishin pushtuar Europën. E kishin pushtu Europën, edhe për mirë, se frika është, po do shkojnë gjithë jashtë, jo. Din shqiptarët. Jo, mëse si budallati nëse je me letra, pse do ta rrezikosh vetëm? Bravo, s'ke pse bë budalli, që do shkosh do punosh. Punës nuk ja vërtojnë. E kanë vërtetuar. Është. Ta kanë treguar se punon në industrisë ndërtimit, si kanë qenë shqiptarët në periudhën e luftës Kosovës, se janë tash. Për ta ishte din, ka qenë shumica ishin shqiptarë atë, domethënë ishte punë hajt, e kupton, një krau i liri punës. Tani janë standarde. Tani konkurrojnë edhe ofertat që marrin tash për shembull janë normalisht shumë pak se gjermanë, po janë shumë mirë më lart se të tjerët, domethënë çan Bosnia ke Serbia apo janë në një nivel me polakët e portugezët. Po shumë më plak se polakët e portugezët janë në Europë, e kupton? Po. Është çudi e madhe apo? E ta thonë jos. Po imagjino të ardhmen apo. Shif të ardhmen me këto. Ardhmja këty në po. Çfarë të ardhmen? Venet e tyne janë zero fare, janë skandal. Të janë mutë vëlla nga të dy anët, po ta marrësh nga ata që janë radikal djathtë, më thonë të si kuptoj tani, jo na vina morën punë. Po, me nder muhabeti tash Europë ku ti kesh ti, po ti je aty s'po e bën. Tash puna do bëhet. Do bëhet puna. Bëj çfarë duhesh ti. Po ta tjerë që ai fill offendit, e kupton, e kanë my Jews, jo, po it's too hard, capitalism is not helping the society, e kupton. Me ta tjerë që ja dalin ta budallenja në gjitha.
Dolët ju brezi pas me zero eksperiencë, juve i markeni vesh, ju që jeni ai brezi i ndritur që do e ndryshoni, do e bëni. Po problemi është o Bleon se tani flasim për këto gjona, po që të flasësh për këto gjona, këtu hym te kjo pjesa, duhet minimumi të dish një 2% histori. Që të flasësh për tema kapitalizmi, s'funksionon, si është komunizmi. Ti nuk ke iden, ti s'di as i gjo nga historia, si mund të flasësh ti më, ti nuk kupton më, nuk e di ti se si do të. To flasin me shablonë, çan gjën një movement. Deli movement në Instagram, do bëjmë atë. Hashtag kjo bravo është trendi. Është trendi ajo. Edhe ne jam ato plas, gjithse ne vazhdojmë jemi të njëjtën akoma ushqejmë atë ndjenjat tona personale edhe me shakara edhe me të gjitha dhe ato ide ti kemi të pavarura si del një movement nuk më pëlqeu dhe nuk përfaqëso. O ti je seksist, ti je homofob, ti je racist, vjen epitete je kështu. Po, je direkt je për këtë. Ne pastaj kur i bësh shakara kështu kur i flet në vetë thonë jo po se I will get judged by the society. It's funny what you say but I will get judged from other people. Çfarë sa shpifo? Ku ki karakterin ti? Ku është ajo bërthama e karakterit? Ja thama sajnë. Ore në fund ku shkon maron dita, u çove në mjes, erdhi nata, do shkosh në shtëpi me fjet. Si të se gjumi ty, duke e ditë që ti, që kur del nga dera dhomës, dhe deri në darkë që ju ti nuk je vetja. Ti nuk je vetja, ti nuk qesh dot me një shaka se ty të shkryun kohë koncepti që është shaka raciste, seksiste, shaka që cënon drejtat e njerëzve, po këto budalliqe që. Nuk qesh, nuk bët do të shaka. Ruhesh për çdo gjë, për çdo fjali ruhesh. Ruhesh, je i censuruar në çdo sekond je i censuruar. Po. Erdhi nata. Do shkosh në shtëpi me fjet gjumë? Si jeton jetën tonë? Mos më zej gjumi më. Normalisht. Po ne edhe sa kena diskutu si nuk ja thash unë atij presori më burr. Që funa funit me presorin ose me atë që ke si për vetes e pror të shkolla, funa funit duhet të jesh i censuruar se në fundit ka dorë notën ai. Funa edhe është marrëdhënie tjetër. Edhe prap ngel mendje. Edhe prap ngel mendje. Si nuk ja thash, nuk t'hajo për mrena. Imagjinoj një rob tash që s'ke lidhje fare. Mos bëjmë tani shaka, domethënë. That's not nice. That's not nice. Edhe ta thot një person që të njeh, kjo të fikson. Një person që të njeh që ti i di intentionsat e mi. Nëse ti e di që unë kam intentions, që je i lig, jam bravo, jam racista, ti trajtoj njerëzit ndryshe unë. Ndryshe them për këta që janë nga Europa perëndimore, ndryshe them për këta që janë poshtë, turq, arab, kështu, mos më plas fare. Jo, se janë hipokritë ata, se kemi diskutuar edhe të pjesën e si trajton njerëzit jo nga perëndimi, jo nga linja, domethënë. Ata janë më racistët. Ata janë më racistët, domethënë, dhe nuk e dinë. E nuk e kuptojnë, nuk e realizojnë dot vetë ata, se në fakt janë vërtet shumë racista plako plus edhe janë dhe hipokritë. Me gjithë movement që bëjnë ta, kur siç e thash shembull asaj ditë. Para fare nga pjesa e transseksualëve domethënë është djegur ajo women rights movement, që s'ka më kohë njëri flas me ato, është kjo trendi. Po edhe nëse do flisje për ato. Po mirë bra, vërtet kjo problemi jot është që pse nuk e vë atë para pavështesën e durti, po ti nëse do të ndryshosh diçka, fillo bëj një movement që të reagojnë për jashtë. Edhe është të shembull me Arabi, me të gjitha. Jo, po ajo është kultura e tyre. Nuk mund të cënosh në kulturën e atyre. Po çe kultura e atyre me kultura ajo lloj kulture ka qenë në Angli atyre ku nuk as lejoshin punoshin firmat as lejoshin të votonin. Kulturë ka qenë ajo, po e përmbysë ti. Po, këto tjetër tash. Kjo domethënë që merrem to që jemi në plasë trafi për të tjerët, e kupton? Kjo është thjesht double standard. Tamam, hipokrizia e pastër fare. E pastër. 24 karat. Me bëj shaka ti për shembull që shteti di me i dhon makinën, se aty ku ka vjeti s'lejohen femrat me i dhon makinën. I preke kulturën aty në. Jo, kjo, dhash menimin tim mund duket çesharake si gjë, që më duket kulturë e keqe. Është më keqe, çfarë duket ty? Është objektivisht kancere. Por jo o zemra më shumë do më pëlqej një njerëz që të vi thot mua m'pëlqej si kulturë. Çu e duan më burr. Se sa njerëz që thot unë s'prononcoj se është kultura atyre. Po mos i bime mos fol për asnjë gjë që në këtë botë. I bie mos fol edhe kur them unë gjëra mos fol, pasi se kjo është kultura ime. Kultura ime, po. Ç'mund kjo? Mos më ndikon mua. Se kuptojnë. Po pra ne them nuk të gjykojnë në shakat që thu,
ta vjen atë termin racist ose kneani dhe nuk e kuptojnë që racizmi është me veprime, dhe veprimet këto, rasti jot që patë problemin poshtë me pijet, t'ja u shpjegojmë që ta din, që erdhën ca spanjoll me pije me vete, në bar. By the way, unë punoj kështu ndonjëherë, domethënë ndihmoj atë bare nga që kam punu shumë vite në gastronomi dhe kam idenë ndihmoj ndonjëherë këta tipat edhe normalisht kanë një pozicion si tip Joker që ndihmoj të bëjnë gjitha. Dhe nga që ne kemi si të reputacionin kështu në domethënë ndihmoj të mbajnë dhe rendin. Po. Kur ndodhin ndonjë trazi e vogël domethënë. Ta bota tani këta spanjollët, kulturë shumë e madhe këta. Vit me shishe me vete, me shishe pije, që s'ka sens, a kuptosh, nuk shko, ku s'kam një gjuhë në i vend botës, unë shkosh në bar, hajde po themi shishe bire, e ke me vete, se... Po e maro, që edhe ajo dhe nëse kena bo, stio. Shishe vodka këto. Bleoni, një herë, 2 herë, 3 herë. Iqe, me të mirë, me... Jo. Po si përfundim agravoj gjoja, normalisht që agravoja, provokun gjon. E lëco një datë, bleoni. Po datë ishte bujim. Po nese, nese më ai të shtyu, ti i dhe i shpull, maroj si gjo, nuk ishte na i gjo. Fakti që këto gjykun, ty, të gjithë to, pa përjashtim të italian, franceze, skoceze, leshe, presë, hajde pavarësisht se majtën anën tonë një 2 veta që kishin marrëdhënie më të afërt me ne, po shumica domethënë që gjykoj veprimin tat. Që ishin aty 2 orë që po shifin gjithë situatën që unë durova 2 orë çdo fjalë që thanë ata, vetëm nga që jam stafi aty i durova, çfarë po thonë ato piece of shit, të gjitha i durova, të gjitha. Ky është racizmi i pastër, se të bote vaki që tishin aty 5 çuna, si puna jon me mjekër, me flok të zeza, që ngjajmë që si jemi nga Europa perëndimore. Vu shishet e pijes në tavolinë që mund ta bëjmë, se s'na thot gjë njeri neve. E vejmë, ve dhe komët mbi tavolinën dhe të mvitëm thot një spanjoll 3 herë mu me heq pijen dhe bëva kia agravoj gjendja, do jem unë gogoli. Normalisht. Absolutisht. Shivi këta kafshët me pije me vete, sigur s'kan çfarë. me kom mbi tavolinë, po çfarë janë këta, anë këne. Këtë rast nuk u moj njeri fare më këtë. Pse? Ky është para racizmi, ky s'është racizmi se bësh shakati. Se bëjmë shaka ne me francezët që majnë bagetën të sjetlla. E majnë edhe bagetën të sjetlla. Tash si mund të marrësh bagetën të sjetlla e ta hash, pastaj nesër. Thonë që bëhet e mirësh. Por ata po mos edhe djathi, shko me shijen e djathit, po sa herë sjetën, të hongër bagetën dhe në njëra anë bagetën, në njëra anë djathin, një të ulur pantallonat me zogës aty e fut atë. Në rrugë mundësisht se dakord. Ky është racizmi. A kupton? Ndodhin situata të tilla absolutisht gjykojnë atë person që nuk ju duket perëndimor. Maroj. Dhe e bëjnë, nuk i faqsoj se e bëjnë në mënyrë të pavullnetshme. Nuk e bëjnë me qëllim. Po ka një gjë plak, se ne kemi mësuar që po ndryshojnë gjërat, po shiko çfarë është edhin. Tani te puna ku isha unë, ti di shumë që nuk janë gjithë gjerman. Edhe gjitha mosha apo vallarëve tan. Po kanë drejt ata të racizëm se ai me mentalitet është ose s'ka. Ajo më dha ata bëni vaki, bëni kujdes. Domethënë, kupton se e dini që është fundamentale si gjë ti je më i ri, cënohesh nga kjo gjë. Bëni kujdes, domethënë derisa t'ia lihet ata hapësirën që të fillojnë të bëni shakara. Po. Ta antrin një plagë si ja trapi fare, as nuk e perceptojnë se çfarë duken bërë. E kupton? Se di kjo është absolutet këtë. Ama, bova ki të thua është ti, ku di gjë unë negër, apo... Mos e zënë zoti. It's not funny at all. It's direct. It's not funny, you are racist, you are very racist. You should be ashamed of yourself. Qa është kjo më plak? Gjuna është fjalla është të ti plak, unë si marrë vesh të jetoj me vetën e tyre më si i zë gjumë. Gjunaf se janë, është rinia, për është ardhme, për zotin, gjunaf. Nuk kanë me të tarë në zërë, në kanë të shduke në zërë. S'kanë darë me vletën, ku se fëmi s'o bëjnë në plak, ja mere nga bada, di futja, t'ja fusim muhabetit me top fare. Unë nuk jam eftu shumë fëmi, mjeftu shumë fëmi nuk kam. Atë muhabetin që bëmë në të pratë më në asarë ti, janë tu kalu overdose, ajo 1 në 4 fëmi, thoshtë ajo në vendi ku vinte ajo, kalon overdose, vdes. 1 në 4 fëmi, di që në më thëmë.
Këta s'bëjnë fëmijë që s'bëjnë, Ti 1-4 ikën, po. 1-4 ikën. S'ka, jo, 2-4 dalin mostra, nga këto 100 ngelet 1 gjysmë mund të dalin tani, që? Edhe pasaj Skandale shkojmë në për zotin. edhe duke ditur shumë mirë se çka kemi në mendje kur i bëjmë, edhe kur bëjmë ndonjë ato, ke parasysh ato kur e kaloj ndonjëherë humorin unë që i ngacmoj edhe për pjesa seksiste edhe kështu të gjitha. Që jo femrat edhe kështu lëvizja la. Po. Thjesht dua ti ngacmoj, Ne ti bravoj. shumë gjona i bëjmë bravo, edhe me pa Me tendencë, me tendencë, me pa sama. Normalisht. Edhe është shumë e keqe kjo kur e them unë. Minuale thash, i kemi mes Londrës, thash, ke një geto të tërë me indianë dhe arab që i shkërdhejnë gratë e tyre që i trajtojnë si plera në mes të Londrës. Ja, po tek ata nuk funksionon ligji tek ata. Edhe pse është mes Londrës. Ka kulturën e vet, duhet t'ja respektosh. Se po thoshin se ishte argumenti domethënë që po ai është në Arabi Saudite dhe nuk kemi çaj vesh se është e tij. Mes Londrës e ke. Çfarë bëj bën aty? Një mut po i ha. Akoma është kjo që janë brainwash nga kjo pjesa, ke parasysh nga që përflitet në internet si më thon kjo është kultura e tyre, duhet t'i lejmë, kultura duhet t'i respektojmë edhe veprojnë janë si robota, si robota të programuar. Po lidhet me atë pjesë. Sa kur flet me një person, atë ndryshimi fillon nga çdo njëri nga ne thon këto. Ke parasysh kur je me një person ti në tavolinë dhe të bën një shaka seksiste ose kështu, duhet t'i thuash ndal. E kanë gjuhë këtë nëpër meme, nëpër Instagramra dhe e implementojnë, edhe ju duket vetja se po ndryshon social justice worker. Bravo, ajo domethënë ka ndalë atje video në Instagram që shihet ç'a ndodh kur hidhin cigaret në rrugë, i thon asaj kur të shohësh një person duhet t'ia thush, ajo vjen ma thot mu dhe ndihet se po bë. Ai eksitohet keq. Bravo, kujto se po bë dhe pa e kuptuar vet, domethënë idiotizmin e vet, 5 minuta më vonë thot unë bëj shurrën në rrugë, thot. S'ka ndonjë gjë. Se s'ka dal akoma i tem për shurrën në rrugë. Shpifja më, edhe goxha se të ishte në një tjetër edhe ide, po ajo është po konsideronim në deri në atë. Ishte vërtet jo për të konsideruar, po. Por për ta konsideruar, konsiderojmë prapë ja gëzuar për atë. Ja, gëzuar për atë. Dhe pse atë memen atë gomarin e Shrekut. Ua! Zotin identik të dalë aty. Po ideja është thot pasaj bi ndesh me fjalët e veta, ç'a thot përpara se thot më vonë. Dhe e gjitha kjo, pse? Se jam shumë i sigurt, për bistat e cigares do ketë pa emisione, do ketë pa ndonjë dokumentar, nga këto dokumentarë që shohin këto tani në një gjë kështu, sa mund t'ju kapi kapaciteti aty në. Ka bajt dokumentar që ja bishti, hedh bishtin e cigares, pastaj kjo nuk riciklohet, bravo. Zogu ka i tjetër. Iko vdiq. Nësa për shurrën s'kam bë akoma dokumentare, se si ka thajt njëri mendje me bë dokumentar. Mos bëni shurrën në rrugë. Një të pinë, por derisa nuk bën dom, nuk ka problem. Bideja thoshte ajo. Qa është bide? Si mund? This is so weird ja bëte, bideja. Po si më çeka weird bideja, më zhul se më. Ku më si më pa bide, më ç'është kjo gjë pa bide më burr? Unë këtu është ajo kur isha ato kur kemi ardhur në fillim bëja dushme bla. Po, shkosh në banjë po ja dushme. Jam me flish në mund. Jo po ke letra. Ç'e letrash më? Zhulse burr. Një imagjino të thonë pastaj këmon nit me. Ndoshta se din shqiptarët tonë, ne s'kam bide. Bide vetëm ne kemi italianët. Italianët kanë. Edhe shtëpit, po, edhe shtëpit që janë super mega lux, te i kanë domethënë. Po, imagjinoj mua mega lux, ë? Në është bazike e plak. Ne bidem, po bideja pastërtia burri dhe bide. Normalisht apo. Tani koncept pastërtie dhe ky koncept i pastërtisë atë e bë tapi sy. This is so weird. Po si më çfarë është weird? Tu ma shpjego ti më çfarë është weird. Po di çfarë më bën edhe të vjen. Water goes. Po se nuk vajti uji atje do ri ashtu si është. Jo, ashtu duhet me ec, me mundin të shalet. Ska. Ma thot ajo hajde ulun çik poshtë tash. Po. Ama se e merr free plak është krem, është kështu si side dish. Ma edhe një luk çoko kremi. Do ja bëjmë si pyetje këtyne. Do të kesh na njëonën që thot hajde ulu çik poshtë, ke bidet të shtëpia ti? Jo. Ja, harroje. Ti, që në këtë moment jam me Jezusi, nuk bëjnë ato gjëra. Ua, sa është. Ka i çuditës të bideja. Qa më thuj ti mu? Po kjo është e përgjithshme fare për kulturën, se mbaj me ndikur të thashun që kanë bërë atë kursin italian, atë technical Italian që kanë bërë të shkolla. Ajo profesoresha ishte italiane,
Jo, normalisht e dinte, po e shpjegonim ato në bideja, kjo gjëra, kjo përfshisi, po bënim ato pjesët si montojnë edhe kush vjen në procese të gjitha. Ndërtime sa. Qa ishin bardh plako, që ishin kështu të i dukshëm fare. Qa është bideja? What is this? What is this? Qa është kjo bide? Ja, jo, Diana po shikon dhe kamera plako më duk si ku më shikon dhe mua se ishim online atëre akoma. Duhet në kokë më plak. Di qa është bideja. Po mi se, okej, nuk e kanë më burë. Këtu dalim të kjo pjesa që janë ignorant. Janë ignorant. Po se okej, nuk e ke, po të duhet ta dish pak të në qa është më. Po. Nuk e ke ti, e kanë vende tjera. Duhet ta Nuk e kesh. kanë, Jug të Francës e kanë. Po ja, bravo, ti e francez, njung e kanë, ti nuk e di fare qa është bideja. Si me qa është bideja? Se di. Leje bide si fjalë duket është frëngjisht. Bide. Bide. Po di mund të jetë edhe... Bidet, po më bidet shkruhet. Është frëngjisht, se kur e pash. Po kupton, është qa është. Se di. Muti mirë të bideja, ja. Se toli këtu. Muti miri. Muti mirë. Janë nuk e di e për. Po se krijon dhe kjo tani rryma, domethënë që o ne pse po flasim keq. Po tash mbase Evropë të tjerë që kanë qenë në kontakt me të tjerë mund ta provojnë të, po kur shikojnë gjëra kaq bazike që mungojnë, domethënë është i vështirë të përmendesh ato pjesët pozitive që Normal, jo ne tani po flasim këto për shtypjet, po shtypjet pozitive s'do bënim podcast ne tani. Siç i shkruaj ai shoku asaj, e meriton ti jesh me Erasmus, se je vajzë shumë e mirë, zemra jote e bardhë. Out of nothing. Po Imagjino tash me shkruajtur normal. Bravo Zogu, ti e meriton. Je njeriu më i mirë që kam njohur. Me këtë podcast, nëse më nuk fare që për çfarë do bëni podcastin. Po ideja është nuk për gjonat e mira, nuk çfarë do themi tani se leje nuk është se kanë ai gjë që të të bëj përshtypje, sa të mirë kanë këtë gjë që nuk e kena ne dhe e kanë këto. Nga pjesa kulturore është vërtet shumë e vështirë. Nuk ka. Ne po na bë përshtypje se si jemi fut këtë radhë në shoqërinë e këtyre, nëse jemi në fut më përpara, ne më përpara mund gjej gocë. Bëhet çka kishe për të bë, aq net, aq nuk të nuk. Mirë, po si mi futur asnjëherë. Si fut se shoqërinë e kena pas. Si thashëm. Konsoliduar ne, nuk kena pas nevojë. Sa kena thonë që hajde të përzihemi, tani që e provum, themi aq mirë e kena bojë se na përzih. Se si na përzise, arri atë qëllimin që kishe, për shoqënisë kishe nevojë se e kena pas konsoliduar. Këtë radhë erdhën ato mundësitë që po i shef, po ju futesh më thellë, po i njeh më shumë, po vedurët në kokë, më po. Vedurët në kokë nga niveli ignorancës, shkurt fare muhabeti, vedurët në kokë nga niveli ignorancës. Nivel, nuk e di, qofshin vetëm këto kështu, po nuk ma hamenja, përsa këto janë... Derisa kemi 4 vite këtu e njëta muhabet me cikla... Pikrisht, përsa këto janë si tip ajke e universitetit... Gromësite mes tavolinës aty... Kam një vit po thuaj se një vit që kam problem me stomakun, domethënë që i kam nga problemi që kam ato dhe nuk ka bë vaki njëherë me njerëz, ta kem lëshuar atë. Ajo femra. Edhe jo femër kështu, se nuk është ndonjë gjë, po bëhet dhe sigurisht Rita Ora, kështu kot fare domethënë. Kështu e edhe gromsi si lop, si bagëti. Ua, sa e shpifur me rob shpifur, më çka ka? Ora problemi është që vetëm ne reagojmë. Kjo më fikse se ngreta dhe zoni tani. Kjo më fikson mu, kjo më streson. Vetëm mu dhe ty më bë përshtypje si gjë kjo. Ky është problemi këtu. Jo, e di çfarë është kjo, i bë përshtypje dhe robëve të tjerë, po këta të tjerë asioni nuk tha asnjë gjë, kupton se kur e bë mohabet në vonë që është normale kjo, është disgusting, nuk është mirë, nuk është kështu. Në atë moment ka një reaksion. Edhe mas e thon këto. Ditën tjetër pastaj prapë është. Prapë ato. It's a good person. Po t'ia thush në sy me ato që po kjo që bëni kjo, it's her life. Po më her life, po këto me këto shprehje këtu ne ik bëja mutin sipër koke. Ja, it's her life. It's her life, do me ta bë. Çfarë problemi ka këtu? Janë sjellje plaka, janë shumë trash si njerëz bëjnë, se këtë muhabet e bëjmë gjithmonë edhe nga pjesa e pikpame ato debatet që janë domethënë homofobike dhe seksizmi të gjitha. Tash, unë jam një rob që besoj tash në barazi. Që nëse ti je rob i zgjut, domethënë që mund të kenë anën tënde. Son për barazi jam, e kupton, deri në një far pike. Po diskutohet. Po unë tash nuk mund të ndjej këtë me gjitha budalli që të nxjerr ty goja, kupton?
Edhe ti në vend sulmosha të tjera, domethënë që janë vërtet të kulturë e shkërdhyer nga fillimi i fund, domethënë që i trajton njerëzit si plera, ti më synon mua sepse unë nuk jam aq fucked up sa ai aty në trut, domethënë. Kupton, është budallik. Është më shumë garë kush duket më mirë, nuk është në fakt se ku si do bëhet vota mirë. Gara është domethënë që kush duket më mirë. Këto e kuptojnë dhe vetë, se si po na thoshte në ajo tjetra që ndihem keq ndonjëherë se këtu po e kuptoj që s'kam informacion. Duke nejt me ju po e kuptoj që nuk di. Që tham ne mos ajo më preku një çima kur thash që ja tham ne mos të vije keq se nuk je vetëm ti. Mos të di, mos u ndje keq janë gjithë. Janë gjithë si puna jote, jena ne dy budallit këtu. Nuk ju jeni në rregull me tujën. Për zotin ne jemi budallit. Ajo e ka i farë, po ta shohësh, ajo e ka një farë, si të them unë, një farë sedre, një farë një lloj afrimi. Bravo, që e kupton si gjë. Kjo është gjë e mirë, domethënë, që ajo e ka kuptuar si gjë. Po. Që ajo thotë erdha këtu unë, atje te veni im, çika hataja, që kemi gjithë kara. Po. S'di kemi as i gjë. Shablon ashtu është. Kështu e ka thonë me gojën e vet, dhe kjo gjëja që kjo e kupton këtë është gjë e mirë. Shumë e mirë. Është shumë e lartë se të tjerët kjo. Po çdo që të bëjmë me ne. Po normal, absolutisht. Po si kjo i tham, ne mos u ndjej keq se janë gjithë. Po ja dhe shumë pisi robë buridheut se edhe me ato të tjera me të italianit dhe ke parasysh kanë këtë gjë në për shembull që e zëm se ne do dalim bashkë, do takojmë robë tjetër. Qofse herën e parë unë na pëlqej plako, do them ja, më burça ishte ky varilesh na e shpifi fare, po se flasësh me robën, po çfarë? Normal, absolutisht. Po të janë shumë të ligë burrë me njëri tjetrin dhe kur ja bëjnë vetë, nuk kuptoj se si e gjumi tash ti e nxjerr zorët, e nxjerr vrerë për atë person, di un tjetrin në kafe dhe best friends në Instagram. Po. Më çka pret nga jetë. Si them dot jo, më tha me dal, nuk i them dot jo, pse nuk i thu dot jo? Po ju o zëma, di pse më shpirti, kanë jetën e ty në aq bosh, a kanë mësimin 9 me 12 dhe ati duket si funi botës, sa që normalisht që nuk i thu do t'jo se që do bëj. Po si ta kesh me i qik me kararat pjesë, për i tjerë se s'kam shumë kohën për t'ja dhënë, si them do t'jo, si më si thu do t'jo. Qa t'lidhi ty, lejer këto ikin, Maro Erasmus i ikin, as nuk shifen më me njëni tjetër, nuk harroj ti. Pra, të hipokrizia pra që po them unë. Nuk ka asnjë gjë të keq që mos pëlqej sikur mos, se çdo njeri ka, nuk më pëlqen më robi, e kupton? Je real, nuk përputhim, ç'a të bëjmë? Do jeshim me zor. Po. Ama tash më mori sigurisht tani si goca 12 vjeçare që ato grup kanë me ato dorin. Ti ke zgjedhje. Tamam ke zgjedhje. Ke zgjedhje, ke zgjedhje rob, mund zgjedhësh nga këdo, ka rob vërdall, burr, çe këti sot nimi ne, nëse pastaj do jenë gjithmonë do ketë rob tjetër. Pse këtë pjesën tjetër shkon, mblidhesh, ja 10 italian, po si më burrin të 10 me njëri tjetrin. Të 10 me njëri tjetrin. Do të thënë ti vjen Erasmus, unë s'po them shkëputu më, nuk po them shumë mirë që e vlerëso robin tatë kështu. Po integro pak më burr. Shkova unë duke fol italisht me to. O, ç'ne di italisht ti kështu. E i thash njënës atje po. Po si i thash asaj franceze, se po që i bon ato humorin. Po pse më s'ke taku na herë thash italian më përpara, ha? Këtu po i gje. Po që ta mamë? Liçan të trashësh se kuptojnë kur ja thonë. Jo, humorin se kuptojnë fare. Varilisht. Po se tani qa sensi ka, ne na vetë shqiptare dhe o e kena ne këtë ndjesin e lidhjes me një tjetër, ama ne kena qenë të bë barbecue për qefin ton, mund kena pa i rob që ka kalu dhe mund këtë nejt aty afër, hajde, i kena ofru ushqim, kena ndru gjuhë komplet, s'folim më shqip, anglisht gjithë me njëri tjetrin, tu mundu me bë pjesë kështu, nuk e kemi ne, shkoj unë, as po tepër të shkoj Erasmus, e qa sensi ka, po mos shko fare më. Francezët grup me francezët, spanjollët me spanjollët, italianët me italianët, qa më bë këtu, garë? Kush është më fucked up se njëri tjetri, se Ma jo është, në thelba jo është, në thelba jo është. Kush pi më shumë, kush dejet më shumë, kush shtrihet në park, në orën 3 drekës tu shtri, në përparqe. Se kom pi edhe jo, po shive koncepti. Shokët e mi atje, prisnin që kur unë të vija këtu, t'isha tab çdo ditë. Dhe unë nuk jam. So boring. Do me thënë, interesting është që të shkosh dhe ti jesh tab çdo ditë. Ku ka gjë më të mërzitshme se kjo? Do me thënë, ti për të qenë interesante dhe për të kaluar mirë, koncepti i shoqërisë tande është ti jesh tab.
çdo ditë. A Po kupton? s'kan karaktere po ja Kupton thash. ti çfarë niveli janë? Unë vjen keq për ty që duhet alkooli me qenë interesant. Unë mund të flas me çdo lloj njeriu nga çdo lloj vërime e këtij planeti, domethënë çdo kohë. O zemra, ne njerëzit që janë tap çdo ditë ne i gjykojmë në Shqipëri më. Edhe shumë i bën që. Ne janë tabel qitje, burrat që ulen nga mjesi deri në darkë me pi, zgjejnë dot gru në Shqipëri. Se në momentin që familja grus do pyesi për atë, i llaf po t'i thon babës grus ose grus vet, është pianet, i vuni kryqin. Këta janë, është pianet. Që ka interesant. Është interesant. Kalo ka mirë. Janë boshë, por shiko ka një mungesë karakteri shumë të madh, kanë atë anxiety, social anxiety që gjithkohës, le që nuk kanë aftësi sociale njëre para fare, nuk din bojnë dy llafe ata që po dash ndër tani, nuk din të shkëmbejnë asnjë gjë. Vjen atje ai tani, kjo tani kush di sa indian janë në Britani tash, domethënë, vjen takoj një indian, nuk din me bë muhabeti, nuk din ndonjë gjë me kulturën që është minoriteti më i madh në Britani dhe ti nuk di asgjë për atyre, po ti morte që sta, po ti pas ke qenë idiote nga fillimi qta, se ti e ke te dera e shtëpisë. Ajo kishte shoqën e ngushtë shqiptare më po. Edhe na tha pas një muaji. Edhe nuk dita asnjë gjë për Shqipërinë. Misa ajo është një çik faja e saj, shoqë, domethënë që nuk e ka shprehur, se edhe ajo nuk ishte ndonjë gjë. Dakor, absolutisht, po edhe ti vetë Oblion, edhe ti vetë burr. E pra e po ta kish një ndjen kurioziteti. Një ndjen kur takon një person, po të takojmë në një person, për shembull këtu ne pothuajse gjithë nacionalitetet i kemi taku, pothuajse. Po të vijë një person nga një nacionalitet që s'e kena as ndonjëherë. Pa gjysmore muhabet nuk çohet ai. Do e pyesësh. Nuk diskutohet. Ora me kë, ora edhe pyetje jo banale, po edhe pyetje troçore, kë keni një noti. Sa me votën në comfort zone. Me kë shkoni keq? Me kë e keni ju? Po sepse është shumë nga Kolumbian për shembull do thon me kilin. Qa ka Kolumbia me kilin, pap do e shohësh vetë, do kuptosh, do dish i gjë më shumë. Nesër pas nesër di si e formulon argumentin pra. I gjë. Me në ardhë një person tani nga ku di unë, nga Republika Dominikane, unë s'kam taku ndonjëherë deri më sot, do e pyes. Se është i gjë egzotike për mua, është i gjë ndryshe, nuk mund ta anashkaloj, domethënë ajo ka taku një shqiptare atje dhe nuk është interesuar fare për kulturën e Shqipërisë. Po sepse nuk është kjo interesante është kush përcjell ato idetet e social medias më shumë. Do të thonë kush është më shumë woke, kush është më shumë për të drejtat e tyre, kush është më shumë për drejtat e atyre. Ajo është masa që masa ato. Po është kjo pjesa tjetër që ta kam thënë unë ti plako që që në fakt ne kemi gabim, që nuk është gjë e keqe, po e kemi gabim. Ose ne mendojmë gjithkohë se çdo njeri mendon si ne, që është aq i kurioz, domethënë aq i jetur për të ditur, aq i jetur për të ecur përpara, për të krijuar diçka. Nuk janë valla kështu. Jo. Nuk janë, po kjo domethënë këtë është shumë e theksuar, por kjo është edhe në Shqipëri kështu. Nuk është niveli i kapacitetit, jo inteligjencë, s'ka shumë të bëjë inteligjencë, është më shumë te kapaciteti intelektual, domethënë sa do t'i vjesh përpara. Nuk jam gjithë kështu. Shumica e njerëzve plako kanë një gjë që mua më duket shumë negative, por kjo është mendimi im personal, domethënë që kënaqem me pak. Bravo, po. Kënaqem me pak, edhe kjo po ta shikosh në bërtham, ne e vuajmë në krah, domethënë se jemi shqiptarë, domethënë nuk kemi as nivel ekonomik dhe kjo na vret neve më shumë se sa i vret një anglisë. Kapin atë zonën e reatis. Si me gjej punti 8-4 për shembull dhe aq. Mbyll punën, shko flet gjuhën kështu. Ndërkohë që njeriu duhet më burr, duhet se është puna. Ora unë kur fillova podcastin më thonë po ti puno për të punuar ke punë aty, shkollën e ke, vetë edhe bë punon ku punon në stadium. Atëre me dy punë kështu pse nuk e merr kohën për të qetësuar po bë podcast. Jo, pra më qetëson, bëj diçka, o zotëri, unë kam ide që i diskutoj me ty, diskutoj me një tjetër me një tjetër, sa të zgjidhesh me gista në 2-3 persona. Absolutisht. Që son diçka jam i bindur që kjo që mendoj unë është saktë, do të thonë normalisht nuk ka gjë më fundamentale humaniste se ta përcjellësh atë. Normal, po diskutoj. Edhe po ti je gabim, do të thosh ku mund të ta marrësh vesh. Ja e zëm, marrim një shembull, ne kemi një ide në të dy. Të dy e kemi gabim, po të dy themi okay, ti ke një rregull, ti je në rregull. Po si atë njëri tjetër ti, ku mund të ta marrësh? Ti jetosh gjithë jetën mbrapsht. Po bra. Ti jetosh gjithë jetën me idenë që jem rregull. S'po e thuj them, po jem rregull me atë. Këto politikat që kishin ata, domethënë që në për firma kështu, domethënë për biznese të gjitha nuk lejohet të ishin për politikë dhe për çështje sociale. Edhe e thashun syze në rastin. Po sikur të kesh për shembull një nazist në punë. Juve asnjëherë nuk flisin për politikë, asnjëherë kështu. Edhe ai tipi mendon që kjo që mendoj unë është gjëja më e mirë, domethënë sepse ai nuk ka pasur asnjë kritik gjatë gjithë kohës.
Po nuk po. Mas 10 vjetësh ai merr armën, ikën fret 10 musliman. Se ashtu jam rregull. Ikën 10 shifu. Edhe pse i them urove valla, edhe ja gjej rastin as i them kështu. Nëse ke kritik, nëse të pëlqen diçka në podcast, se keni një gjë. Thuani o flak, dhe mundësisht është më e bukur biles. Edhe mundësisht se unë nevojë edhe të podcastit plak Europë kur i pëlqen diçka për shembull ose nuk i pëlqen diçka, e shkruajnë në DM. Do të thonë shkruajnë direct message. Që okej, shumë faleminderit se është feedback, është gjithsesi domethënë. Po është më mirë ta shkruash edhe në koment, sepse mund të jetë një person tjetër që mendon si ti, domethënë. Edhe nëse aty komenti që ti bë, domethënë i vjen 2 like, 3 like, mendojnë që po blona dalë da. Nuk ka mundësi tani që të jenë 20 veta budallënje ti je sak. Diçka ka këtu, ose kërkoje, lexojnë çfarë shumë. Absolutisht. Nëse mendon që ja akoma në të rregull. Kërkoje prapë dhe shikoje si mund ta përcjellësh në një mënyrë që ke akoma më të rregull, ama nuk lihet ashtu. E kupton? Por fiks për fiks. Nuk është ideja për të ndryshuar ty se ti ndoshta mendimin nuk e ndryshon kurrë. Është ideja që ty të detyron pa justifikosh më burr, si mendim. Ti gjesh një arsye, ti gjesh një gjë, mos ta kesh mendimin shablon, mos ta shpreh kur thu ti, e ke nazistin tim punë, jo më vëlla, ty nuk lejohet me fol për politikë. Ai me vetën do jetë në rregull. Për herë. Ai me vetën ai është princ o plak. Derisa të shpërthej ai. Derisa të shpërthej se do ja plasi ai i dita. Mos me marr armën me ik, me bën ai budallik, do shpërthej në një mënyrë tjetër. Pse? Se ati nuk i doli një koleg pune që mund të rrit pi birra me atë në rregull e ti bëj të gjitha dhe ti thotë o vllai. Hajde herë diskutojmë për këto parime. Çfarë parime ke ti kështu? Pse i ke këto parime? Kështu do të implementojë të puna ime këtë, po shqyr zotit që vetëm ajo shefja është kështu nga këto uop, domethënë kurse ai shefi është dora jon. Domethënë edhe po bënin ca muhabete ne kështu se unë ja lejoj gjithmonë të i them diçka vet për mua, e kupton që të futem në comfort zone ata që pastaj mund të hapim gjithë. Edhe si muhabeti po bënim muhabet do të hanin drejt, tani do të vinin te ky turku këtu, do të vinin te turku tjetër. Edhe unë i thashë çka keni në një gjë kundër turqë ju. Jo, tha kjo gruaja direkte, nuk kemi gjë, nuk flasim për to gjëra në punë. Okej, tha, mund të them diçka unë tash. Thuaj që janë legende tash. Janë më buzira se unë njofë, se nëse ju keni diçka kundër teje, ju jeni racist sepse ata na kanë bërë genocid ne. Ngelen në moment. Edhe ai pasaj e kuptoi ai, po ai është zonë. Këtë kisha në mendje u thaj, po s'më lë kjo mua. Edhe një ta gjë, domethënë kur filloi lufta. Filloi lufta 3 ditë më vonë kishim një kështu nëse na vinte puna që na bën një masazh një muaj. Vjen njëri që bën masazh çdo punëtor. Edhe ai është rus. Vije ky atje tek ajo salla që kemi ne atje, domethënë që do ishte mirë nëse nuk do i bini shumë qafa atij për pjesën e luftës, sepse mbase ngarkohet nëse i bën pyetje 8 vjet arresht, domethënë do të përsërisë gjërat. Unë zona sa shfari tash po si bën. Mua sa më bën ajo lidhja që do krijoj me ato gjëra të asaj periudhës, domethënë muhabeti ajo sarkazma, ato shaka që do shkëmbesh me një tjetrin, domethënë nuk më bën më do jepsha më masazh, kupton? Sa po ti je gjithmonë këtu apo them të tjerë mbas donin ti. E mirë tash s'ka gjë. Mos bëni asnjë nga juve me lini mua ti bëjun nxitje. Valla nxitje pyet në atë. Edhe nuk e di ta kam thënë apo jo. Muhabet me atë valla vaj, i kisha gjithë morë takim me atë datë një orë. Ka filluar për çavim ai nokun në fund mua plako. Ishte bisedë shumë e kënaqshme thon. Që unë çfarë nuk e thash atë filozofin e kupton e bëra të vdekur fare. Po në një mënyrë të tillë plako që e respektoa atë si absolutisht. Sepse ai derisa është rusi, to Gjermani një arsye ka. Normal, dhe ja hedh topin atë lloj spondi domethënë që e kuptohet. Ideja është thjesht mos të ketë censurime pra. Mos fol këtë, mos fol atë, mos fol këtë. Po çka ka një folim më se. Ore si të kupton asnjë gjë plako se. Mbas se ti ngëllon pa keq kjo, po nuk kemi punëtor krau plako, se kjo është ndryshimi i madh. Shiko, kur je punëtor krau plako, është tingëllon keq, po është drejt ashtu që normalisht nuk do flasësh shumë. Se ke për të bërë diçka, e kupton? Nëse ke një pjesë pune për shembull, nëse duke pastruar për themun atë pjesën e armaturave, që është gjë që është njësoj në çdo vend domethënë, okay, mund të bësh në ndër muhabet. Kur je duke bërë gjëra të tjera janë precize ato në centimetra. Duhet të jesh nuk bën dot muhabet tjetër. Po tash ti kur i ke që thonë gjermanët kopfa bajta që punëtor kokë, që quhemi ne, domethënë që punojmë me kokën. O zotri, unë performancën e një dite, unë e bëj brenda 3 orëve. Orët e tjera unë do thjesht do bëj jam bonding. Unë do lidhem me skuadrën time, do kuptoj ç'a karakteri kanë ata. Bisedat që duhet bëj, duhet të jenë biseda me i far kuptimi, se në momentin që ti vën
censur, mos fol për politik, mos fol për histori, mos fol për kështu, çfarë bisedash do Po bësh? bësh ta tripa pastaj çapi veti, çapi Po. rronë, çapi lekë provuar. Si është koha sot? edhe- Mu m'pëlqej koha kështu, këto budalliqe. Jo, por ne në fakt në dy filmat që i kam pasur goxha konservative kështu domethënë. Kjo është shumë e hapur tash domethënë, po prapë ka këto pjesën e lirisë së fjalës e ka shumë. Kurse Petra që kisha përpara kishte edhe lirinë e fjalës, po ishin edhe konservativ, kështu nuk i plasë trapi vëlla, po thë një shaka më shumë që nuk i plasë trapi njeriu, e kupton? Se nuk i interesonte më valla. Nëse nuk ankohej njeriu, nuk kishte gjë e keqe, Normal. edhe që është gjë shumë e mirë, e kupton? Se ama edhe ti, si shaka bërës, nëse e edha të batutën që do ta edhësh, nëse nuk e ul dot mirë, landing, që i thonë, nëse nuk di ta hedhësh akan domethënë, normalisht duket keq. E kupton? Është faji jote ai, pse. Po, s'diskutohet. Duhet ta masësh Do, topin gjithmonë. Tjetër rafinume, pra. Po, pra. T'ja gjesh, normal mos diskutohet. Edhe një arkitekti që vjen të punojë te ne domethënë, që se ta janë idiota plak. Kupton, ta e djegin veten me gjëra budalliqe. Vjetë bëte intervistë kjo thoshte gjitha kështu, eksperiencë nuk kam, gjitha kishte zero gjë për t'i ofruar firmës. Por unë nuk mund të filloj punë nëse ne nuk jemi ambientalista, nëse nuk i respektojmë drejtat e grave, nëse nuk respektojmë to pronouns, e kupton që ka të tjerët. Ai ndjes më të pish cigaretë, po ti spi cigaretë, se spi cigaretë. Jo sa pi ti sa po se thjesht do të flas diçka thasi jam mbushur deri këtu. Çu shumë a bëri. Fajni që ti thash që e ke bërë atje që do të jesh divers, nëse ke. Çfarë janë këto valla? Pa hy puna, ja? Literally një piece of shit, domethënë. Pa hy akoma në punë. Po pra pa i po, fut komën të punë. me intervistën e parë plak. E vë kushte ti, po kush je ti me ner tavolinë. Ti vetëm ideja që ti po më vë mu kushte para se të marr unë ty në punë. Ti je kompani private, më se s'punon po nuk po punon në shtet, je në kompani. Të ishte në shtet po. Shteti ja ul kokën ti. Je kompani private, o zotri. Unë jam duke për të bërë leku, unë do respektoj zoj drejtë e ti. Nëse ti nuk do bëjmë se ko ishte femër. Po çka ka menuar? Ajo, çka ka menuar? Ore jo, ndoshta në Instagram. Bravo, ka menuar do gjaj më interesante. Normalisht apo. Do sjell më shumë diversitet. Bravo, do thon wow, shive ça koncept është pasa. Nuk që ajo është ishi budallik me brirë. Me atë bosën të dytë, me atë të dytë, me shefin e dytë që kam gjatë problemi kisha, se unë mendoja se ajo që nuk se ajo nuk është se është woke fare, domethënë si punë këtyre që të bëre me diversitet, po ka një çik që kështu duket kështu. Edhe po për postin që kishin bërë që donte këta është nxjerrë që për diversitet, atë do një post atë te Instagrami që ka puna. E thash unë, shiko, ne kemi dy mënyra si ta bëjmë, domethënë se kam marrë vetë pjesën e marketingut bashkë me atë shokun tim gjerman. Ka dy mënyra. Nëse ne duam të mbledhim, domethënë të mbledhim çdo lloj garbage që ka Instagrami, domethënë do e bëjmë kështu, jemi divers, kemi femra, kemi kështu gjitha. Që do të bëjmë real, do i themi që zonja në fjalë e ka marrë pozicionin që e ka marrë se është pisome me ner tavolinë tash i plak. Nuk e ka marrë as se është femër, as se ka vaginë mes këmbëve, kupton? E ka marrë se është e gatshme për punë. Jep diçka më po. E kupton? Edhe kjo tash i futi të dyja. Edhe duke i futur të dyja këto tema ti përziu bashkë, domethënë kontradiktonin njëra tjetrën. Se në një herë thoshte që nuk ka rëndësi se çfarë je, mund të jesh dhe dele, po e bëre punën do të marrin punë. Pastaj thoshte po jo women power, girl power, e kuptonin gjithë tash. Le që doli teksti një faqe, domethënë që kush trapin do lexoj tekstin një faqe në Instagram apo në LinkedIn, e kupton gjithë. Ai ç'a boni, pastaj pa shefi atje papin ka shkurtuar gjysmë direkt atë. Mime ne jemi tri, unë nuk kuptoj që ti je në moshën e maman time, domethënë edhe sa di ti, unë nuk di dot, po nuk vaja atë moshë, kupton? Se është gjitha eksperienca. Kur unë po të them diçka që unë literally e di se çfarë po bëj, domethënë, sidomos kur vjen pjesa e social media që e di se si çan trendi, çfarë funksionojnë, domethënë. Dëgjoj fjalë për këtë. Po. Kur edhe vetë e di që nuk e ke marrë atë pozicion se ke qenë femër. E ke marrë atë pozicion se vërtet ishte, edhe është vërtet person me jashtë. Edhe unë dua të arrij atë kapacitet që ka ajo plako. Është person që unë look up to, do si thonë që kam. Jo më zemra jo kjo pjesa me marr në punë vetëm se është femra, vetëm se është araba, vetëm se është izia, ku dëgjoj unë këto budalliqe, këto janë budalliqe burr. Këto janë bëje çor punë. Ke është vetë tash në shtet këtu plak, është me kuota. Në qeverinë e Berlinit është me kuota, 10% duhet të jenë. Po shteti më përsërish, o plako, ne themi shteti nga që shteti i respekton rregullat, në shtet mund ta bësh, fundamentalisht është më keq në shtet të plako, se ai do të shërbejë ty më plako. O zomra, po nëse ai është ku dëgjon ministri i transportit, po edhe me fundërinë atë jetë buri dheut, na i nëse e bën transportin mirë, që më hap trapi mua burr se ç'a bën ai.
O Jo, shteti duhet të më ketë, keq. veç më keq po shteti duhet të kesh ajkën e shoqërisë, duhet të ketë që të mbaron punën me pak lek, të jetë më shumë eficient, të jetë me cilësi më të lartë. Atë do të. Privati ka dhe mundësinë që për të plotësuar kuotat, privati i fut lek ka. Për të njëjtën punë merr një që di me bë punën, fut dhe një për kuotat që e di që do rri kot. E bë privati. Me Normalisht. plotësu kuotat, ke parasysh krijoj grup atje, për këtë punë duhen 3 veta, i merr 3 sagloma që dinë bëjnë punën, fut dhe 3 që të plotësoj kuotat, ata 3 do rrinë, ata 3 do punojnë. E bë, ndërsa në shtet s'ke ç'a bëti. Racizëm se sa kjo pla. Jo, kjo është e keqe fare. Kjo është kulmi racizmi të plan. Se unë e kuptoj kështu, nëse do të më thonë më do të marr ty në punë se jam shqiptar, mua kjo më thonë që okay, ti je i paaft për punën që do të bëj, po do të marr ty vetëm se ti je shqiptar dhe ti që kur e nis punën, e nis me handicap. Me disavantash, edhe ndihesh. do vesh si Se problemi kokra e është, legenit. bravo, dhe problemi është si ndihet robi me vetë në vetë. Ti shkon në një work environment, je 6 veta, 3 janë marrë se kanë kalu 5 intervista, me intervistë, me test, me gjo, me CV, me gjitha, Ti e 3 ke marrë, tjerë si janë ke marrë qenë po. stranger. Si të ndihesin? Si të sop muti. Po zakonisht plako ta persona që shtyjnë për të politika ndihen shumë mirë aty. You need a little bit diversity, you need to know. E ti qa, dërgova këto në ofertën e punës? Tani se po. Më shtojnë detyrat aty në ambasadë, që do të marrë njerëz të tjerë në punë tash pra që thash bonusit të dërgova në këtë grupin këtu të Vitoriales. Dhe i dërgova ato dhe thaj German language is a must. Se normalisht is a fucking must, plako, do të flasë gjithë flasin gjermanisht. Gjermani, që? That's racist. Ama mos u tallë. Po për zotin lart më plak, po kjo ka ndodhur edhe një herë përpara kur ka bërë një jetë një orë punë. Tashi o zotri. Ti po punon në industrinë e ndërtimit, që është industria më konservative në çdo lloj shteti të mundshëm. Nuk kam parë ndonjëri të vej punojë ndërtim në Itali apo në Francë apo në Angli e të flasë shqip, bullgarisht apo ku dëgjon. Tani, të lutem shumë, duhet të ndryshoj unë tash një industri me 25 milion punonjës vetëm sepse ti nuk di. Jo, jo. Ti shtrëngoj bythën mirë edhe mësoj atë gjuhën. Ose mos kërko punë që duhet që është mast. Gjermanisht e gjej punë që s'është. Tash ne tjerë që mëson bullë, po nuk e ku, unë vret koncepti që ne në Shqipëri në këtë gjë nuk na shkon menja me menu që është racist, ëh? Kur kërko për vend e punë, por në ti Shqipëri mësoj italisht për mëson shkollë centre të gjitha. Po ti kur shef për vend e punë dhe shef në vend punës duhet kinez çamë. Ti nuk shkon menja me diskutu. Wow, this is racist. Jo më shok. Ti thua okay, kjo që ka punë që do merret me kinez valla. E do puna më shok. Nesër hapi kompani timen që do kem të bëj vetëm me ku dëgjon vetëm me turista rus. Te puna do vej du gjuhën ruse. Pik marroj. Çfarë ka lidhje kjo me racizmin? Çfarë është më e bukur? Se ai thonë është racist, nuk është asnjëri, as shqiptar, as serb, as bullgar, as arab, as i zi, as lela, as i verdh. Të gjitha që thonë është racist është në spanjoll, në francez, në një kokra ignoranti që vetëm di gjuhën e tij, edhe anglishtën më, që që ke përjetuar ti dhe unë bashkë, që nuk i kupton dot. Do ta thonë të njëjtën fjalë 3 herë. Merr fare, racist. Dërgoi njëri mua direkt për shkak një arab, nuk e di nga ishte ai. Si zotri e ka dërguar atë. Dear Mr. Bleon, do atje, kështu të gjitha. Kam nivel shumë elementar tha gjermanisht, se kam A2, po punoj fort, edhe mendoj se brenda 2 muajve do ja arri aftësisë domethënë që të komunikoj, por jam i gati të filloj edhe një punën me më pak lek, deri në momentin që unë do jam i aftë të komunikoj me ata. Qa do molla? Jam robi që ditë negocioj, ditë ta shikoj jetën e tij në të ardhmen. Absolutisht. Ai atë e merr si shtys për t'ju fut më fort gjermanistët. Ta shikoj CV-n e atij plako. Njeriu që do të Dubai, në këto të tjera domethënë atij ishte spektakolare. Njeriu që do të investojë te vetja dhe njeriu që do të zhvillohet. Atë e shef si shtys për t'ju fut më shumë. Një kokra tembelit, kokra ignorantit, thot kjo është raciste. I bi shkurt, ajo është me i ra shkurt. Janë edhe ignorantë. Kjo është hipokrizi me i ra shkurt, domethënë ti është si më thon, është si këto më burr që i thon. Ore zebra kurse kapi rushin. Bravo, pse nuk të eci aty i thon shtëpis, ishin racista atje. Në çuti atje mu investut për mu nuk më eci, ishin racista. I bi shkurt. Ajo është me i ra shkurt, a kupton? Justifikimi më kot me i ra shkurt që ne nuk do e thonim edhe sikur tishin, ëh? Edhe sikur tishin, më në racista, në i farë gjoje,
te shkolla, që ne këtu me thonë drejtën nuk e kemi as. Nuk e kemi as marrëdhënie pune, marrëdhënie shkolle. Do të mund ta kemi as në autobus, nga ndaj plak, mund ta kesh as në ndaj market, në ndaj budalli. Ora mund edhe deri diku mund ta kesh as edhe në shkollë, nga mënyra se si mund të ketë reagu, po në fund nuk e ke as tek dhënia notës, te dhënia punës, nuk e ke as. Jo. Po nuk e ke as racizmi. Ose si tu shtis të ecin, s'ta ecin, ne? Ishin racista. Biri shkurt, Po ka, po janë shumë tabur. Ore nuk kanë dhe perspektivë të. Kjo punë i bëjnë, e ke parasysh i bëjnë weiterbildung, si thon weiterbildung, që të kualifikon punën. Kualifikimin më tezë. Që investon të punëtori vet. Po. Edhe po më thoshin tash mua se ta janë idiota plako. Kishin për të zgjedhur atje, ishin disa gjëra që të shërbejnë në punë, si drejta ndërtimi, drejta publike, private, këto shtesat nga mbrapa të gjitha. Domethënë që i mora i bona të gjitha ato. Shkojnë të tjerë ta si të punosh në një mënyrë të shëndetshme, si të menaxhosh kohën e punës, po çfarë të bëj me idiot. Si zgjohesh në orën 8 dhe mos ndihesh si lodh. Seriozisht. Pas 4 orëve punë. Po për zotin lart, më thash, kur i thashëm ti çfarë të bësh weiterbildung apo mbarosh shkollën, ngon se janë këto kualifikime që janë më shumë lekë, kushton nga 900 euro një seminar, për shembull, unë thash direkt vëllai, komunikacion e drejtë ndërtimit domethënë në juridik. Po. Edhe italisht tashun. Edhe italisht, duhet të italisht me format teknik, jo kështu italisht normale, kupton? Po italisht për çdo ditë. Si dihet asnjëherë, u thënë. Okej. Pyeta të tjerët, si të mbrojmë mjedisin, si të respektojmë të tjerët në vendin e punës, ose çaj. Po nëse ti të duhet një seminar që të mësosh se si të respektosh njerëzin, ti je garbage fucking human being, kupton? Qose ty të duhet një lloj doktrine, të duhet një dikush të thojë si ti je njeri i mirë, fix. Je i marrur. Fix shembulli që përkufizon më së miri këtë podcast. Ja kjo. Do ty të jepet mundësia që të marrësh një lloj fertifu, një lloj thellimi në një gjë të caktuar, pa lek, ta pagu puna. Do të kushtoj 3 rroga apo ta bësh. Bravo, dhe ty do ty në punë në të ardhmen, për një njeri me perspektivë, për shembull, pa të bëjë ty, po siç e tregu ti në këtë rast, nuk po marr jeti me perspektivë ajo, i që këtë rast je tregu me perspektivë, se ke thonë, e drejta nga ana juridike do m'duhet. Do m'duhet se po ne në Gjermani e drejta nga ana juridike do duhet si dreqi, se ai është problemi më i madh këtu, ato burokracit me ligjet, me budalliqet. Po italishtja, po nuk i dihet edhe se nesër pas nesër mund të shkoj në Itali. Ora po tregu po zerohet atë bursa italian ke parti nga këtë vite dhe sa ishin para 3 vite. Bravo, mund të m'duhet. Op, su i bëj këto. Ai ignoranti atje thotë unë të bëj si të sillen me njerëzit në vendin e punës. Domethënë nuk e di alla, shumë jashtë. Ora thjesht i bëjnë them ata nuk duan të bëjnë asnjë gjë fare, thjesht i zgjedhin për të kështu. Në italisht që duket e di për çfarë ka përdorur italisht në projektin e fundit që kishëm, tek ato 3 godina të mëdha. Rumun apo. Ishin rumun. Ai formeni, ai bosi atyre sishte, si ishte me pushime. Ai gjermanisht nuk dinte, anglisht nuk dinte, rumun nuk di ata. Jo. Do të gjesh një italisht urlla. Qëlloj koincidenca, do të thënë që s'ta merrte me një fare. Po mirë, po ti më e fisme është thosh nuk du fare. S'duhet weiterbildung. Si jam i trashë burr, nuk du. Po se sa të thush mua du weiterbildung se si të sillen me njerëzit e punë. Është një gjë me social media plako, is the fear of missing out. E kupton? Duhet të jenë pjesë e movement. Më tregon që ja, dhe unë jam pjesë të ardhmes, edhe unë po e bëj një thellim. A është më e fisme, e më me bole, e më tamam është një person që thotë ça weiterbildung s'du. S'du të bëj asnjë weiterbildung, për mua është ignorant, po që në atë të vetën ai të paktën nuk shtiret. Është më sinqert apo? Ora mos harxo lekë me budalliqe që s'do e përdorësh asnjëherë. Bravo, nuk shtiret, ai thotë nuk i du. Ky tjetri tani thotë du të bëj un weiterbildung. Që dukem dhe unë tani kjo mos të mbas gjë, fear of missing out, po du ta bëj për se si të sillen vend punë. Kjo është çesharake më. Kjo është më vërtet çesharake. Që u bezdisa shumë. Ti e man mend që unë te projekti parë fare kam përluar, kam pas një aksident aty që jam. Shtopën këmbën komplet. Po. Tash unë nuk e kisha të plot atë. Unë kisha kursin ndihmës së shpejtë, po e kisha kursin ndihmës së shpejtë vetëm për është një kategori tjetër, nuk e kisha te kategorinë e parë. Ligji gjerman mua nuk më lejon ta prek atë. Po sepse nuk e kam kualifikimin. Ka shtet. Nuk bën dot të thuaj hajde merr çikuj edhe i vëri çikrakit të unë. Nuk ta bësh më keq. Kjo. Tani te punashin tashin, ta i ofrojnë një herë në muaj
8 orë është. Kupton? Ah, 8 orë seminari në Tiranë për ata që s'e dinë. Ditën tjetër. Ishte shumë boring. Unë po haja, nuk e di po bëja ca gjëra të tjera, po gjithsesi është mirë se përderisa paguhet, e kupton, është okay, mund ta bëjmë edhe më shpesh. Unë nuk është se do të dëgjoj ndonjëherë tjetër. Edhe unë aty u preka plako, më ngritën pak nervat. Aty e thash. Zotëri, mua më ka ndodhur kështu. Edhe mua akoma ndonjëherë më veten në mendje në natë, më vjen shumë i natë në veten time që nuk e kisha. Se bova këtë do të kishte ndryshuar diçka me atë ropi. Ai shoqësh zotit nuk vdiq. Domethënë, po që ai do të ndodhi nëse pas nesër. Ja isha atje ja thek kështu që hongra patatina nuk e ngjova. Sa janë nuk e di. Janë ignorantë, po vazhdon tani shiko. Kur je baulighter ose kur je, domethënë, inxhinieri, jo i terreni që është në Shqipëri me zbatim, po ai kontrollori, domethënë përgjithësi që shikon mbarvajtjen e gjithë punës. Për disa veta do jesh idhull, për shumë pak veta do jesh idhull, për të tjerët je ai bosi, domethënë gjithë rin drejt kur kalon ti. Tani, në qoftë se ti nuk ri dot drejt në 1 milion që kërkohet asistenca jote, në qoftë se ti nuk je i aftë ta kryesh atë detyrë, çfarë muti mirë? Çfarë kot? Çao frontier plak. Ne themi për këta si hyn puna s'drejçi këtu. Shkurt muhabeti. Këta nuk i hyn puna s'drejçi. Domethënë unë jam shumë i sigurt ti të kishe mundësi të puna ku je ti, të punsoje ti njerëz, hiq pjesën e procedurave, ti do merje 100 herë shqiptar, kosovar, shqiptar që vinë si azilanta, do i merje se të kryjnë punën në fund. O da ku e di të parë fare bëj këto e ta bëjnë në bravo, nuk do merje fare këto që janë pem pa kokra, fiks pem pa kokra, caraca, kot bosh, tu minkon me budalliqe, tu minkon me duhet sillemi kështu, duhet ta shuani ne dhe në fund fare produktiviteti zero. Me problemin e parë, se kanë dhe këta. Me problemin e parë që ju del, mytën me i pik ujë, themi. Po plaku ka dhe një, se nuk ka dhe kulturë pune, kurse ne kena bo më bet bashkarisht në momentet private, po mbase është mirë edhe të ndaj me njerëz të tjerë me aq veta sa mund të dëgjojnë. Unë kur fillova në punë atëherë, nëse dilte diçka që dilte ku dëgjon, vite betoni plak. Duhen kontrolluar letrat e materialit, nuk është në Shqipëri merre, do të kontrollosh dha. Atë ka ardha i beton që porosite? Është një njëta konsistencë, është një njëta fortësi, është një njëta kozjati që për shkak të forcoj, dhe kontrollosh. Tash ja çifsha i vet. Kur ti je duke punuar me 2-15 vjeçar, që janë mosha e babait tim. Nuk do të çon ata nga buka më, ti do të çohesh nga buka, do vesh të poshtë. Absolutisht. A bën te ai spanjolli më gjithë atëre, ti ke pushimin tash, pse kështu leri të presin ata. Po si ma je kaq ignorant, po ai të pret, po nëse ai pret, po e kaloi gjysmëorë që ai të priturit atij tipit poshtë, domethënë ai të dërgoj faturën ty për çdo gjysmëorë do 500 euro firma. Se po pret. Ka që thot ai se i pagu fi, janë të papërgjegjshëm. Nuk kanë vizion, nuk kanë asnjë. Unë ta kam thonë kur nisa unë punë fillim. Me kontratë e kisha 20 orë në javë. E di shumë mirë ti. Po nuk kam punu një javë 20 orë. As një javë në fillim. As një javë. 40 orë sipër. Normalisht natën do bësh vendi vetes. Po sigurisht më. Çuditej ajo. Unë kujtoj se ishte normale. Më shkrute mu shefja që e vlerësoj shumë fjalët më të mira, ajo normal që ajo edhe biles se këta tregon kujdesshëm këtu absolutisht jo nuk mund punosh mbi orar thoshte ajo. Ore i thosha unë nuk do e shkruaj dik nas i vend, a kupton? Ja bëja të qartë, nuk do e them, nuk do e deklaroj që punova mbi orar. Do e bëj se du ta bëj, du të të ndihmoj që këtë projekt që kemi marr, qëllova unë që në nisje të projektit, qëllova këtu, du ta bëj. Asaj nuk i thosha unë du ta bëj të binë sy mirë ty. Unë i thosha du ta bëj ti marr dorën punës, 2 të familiarizohem me procedurat e punës, se ju keni kohë këtu, unë du të punoj më shumë, 3 kam dëshirë për të punu, kam energji për të punu. Asaj po të përshtypje dhe më linte më pyetja, po mirë vëlla, këto që nisim punë, nisën fillim ti punë si studenta, si që jemi ne, 20 orë në javë. Or vllai dashur, si pretendon ti për shembull që të bish të dallosh nga të tjerët aty? Si pretendon ti
që ti të bëjnë ven ata. Ata janë gjatë aty, kanë 2 vjet, 3 vjet, 4, 5, 15 vjet kisha ata kisha. Po. E kanë bë venin e tyre ata. Ti si pretendon, nëse je Einstein, që me ato 4 orë ti të bësh, nuk ka aty, nuk ka ndonjëri që ato. Në fillim është e pamundur. Bravo, në fillim është e pamundur që ti në ato 4 orë që bë, ti të kesh një ide, se të lesh shumë vend për ide, aty është më shumë volum në fillim, Po. që të bish në sy. Çfarë të bësh? Automatikisht është detyrim, është si më thon, ke i zgjedhje me detyrim. Zgjedhje me detyrim. Nëse di do t'i bësh vend vetes, do punosh më shumë. Edhe s'do paguhesh. Po. Është kulturë më vlla që e kena ne, normalisht. Jo do të thësh me si mua pra, që bënë vendes, ama asaj bobo vetes, që vet leku. No, absolutisht. Pastaj nevojë më përpjek më. Ajo tu mu lut mu për të shty kontratën. Po pra. Se thoshte ajo ç'a marrun këta pe 20 orë në javë. Sa jo 20 orë në javë, po 20 orë në javë se është mund ta bësh home office. Ç'a bë futu good morning. Mjes, futja e gjumit signing off. Mas dita marroj orë. Hasta si Edhe pastaj thon, nuk jam shumë i sigurt nëse do ma zgjasin kontratën sepse kërkojnë shumë nga mua. Po. S'ka pra, s'ka koncept. Nga ana, domethënë, nëse ti nuk jep dhe ne këtë kulturë kemi më burr. Këtë kulturë kemi dhe biles nuk na duket gjë se jena mësuar me historitë në Shqipëri që punojnë si të ri strapacohen, no shok. Strapacohen, nuk ka në Shqipëri është e shtun, si mira mu telefonit shefi. Çfarë? Çi nonën ai? Shtunë diel në 12 natës. S'do ti me ju përgjigj telefonit, tonë të ish nga puna. Ku ka aty? Au i. Shiko, unë duhet të shtoja diçka tek e pjesa plako dhe shpresoj mos ta marrë njëri për keq, se nuk dua të bëjmë si moraliste të gjitha, po fatkeqësisht unë kam vënë që edhe kjo lloj sjellje po shtohet edhe në Shqipëri kohë të fundit. Me rob që nuk duan të bëjnë gjëra, duan të kenë gjërat e thjeshta që vetëm presin, domethënë. Mbase nuk është shumica. Jo, është. Unë nuk jam më i mirë se asnjë njeri. Unë mendoj për veten time se jam një njeri që nuk di dhe që jam mesatar, domethënë dhe gjithmonë gjithkohës përpiqen të jem më shumë se mesatar, se nuk më pëlqen të jem mesatar. Shokët e mi që unë jam rritur, që kam pasur janë të gjithë që kanë punuar nga punë, kanë qenë nga 100.000 lekë në muaj, siç kam filluar unë, njëri në kohë, me 130.000 lekë. Edhe sot e kësaj dite janë njëri është në biznes, tjetri ka dalë jashtë, tjetri ka dalë jashtë, e kupton? Kanë arritur diçka më shumë. Ama ka filluar nga diku. E kupton? Absolutisht. Kështu që nëse ka ndonjë njeri që ngjok këtë, nëse jeni vetë në të njëjtën situatë, nëse keni ndonjë shok në një situatë, mundoni me i mush mendjen sa të fillojnë çikse. Bravo. Të thotë Bloni diçka që shumë pak veta e din. Unë kur kam filluar punë parë në profesion, punën që kisha përpara kësaj, paguhesha 1.500 euro për 3 ditë javë dhe isha princ. Ama e lash vetëm për të filluar në profesion, unë kam dërguar 112 emaile. Edhe jam marrë në punë te i fundit që kam aplikuar. Që kam aplikuar kohë vetëm se ma tha njëri. Edhe kam filluar në fillim, njëjtë si ty, punoha deri në fund, ri më shumë, ishin gjithë ata unë rria derisa ta kuptoja planin deri në fund, ta mbaroja deri në fund. Ama kaloi muaj i parë, muaj i dytë, muaj i tretë, pra filloi rritja rroge, prap një bonus, pak merri bonusin e krishtlindjeve mora si punëtor normal që nuk të lejohet me ligjë sepse unë jam student. Bonusin e Covidit unë e mora si punëtor normal që nuk lejohet prap me ligjë sepse asnjëri nga studentët e tjerë se mori, domethënë unë duhet të ta mbyllja gojen domethënë. Ama këto gjëra nuk zbresin si molla e tonit. Ti duhet të hedhësh diçka. Zemra, ideja është që jo vetëm këtu, po dhe në Shqipëri se ngjoj shpesh që jo për Shqipëri, miku, jo për që në fundit, sidomos në privat, ai që bë punën duhet, do të marrin punën ai. O leti, jo miku, jo gjë, një njeri që ja bë punën, ja bë zmetin punës dhe i kry punën atij shefit, nuk ka nga të shkojë më, të do, ka probleme personale, ka, mund të ta nxjijë jetën, po do të shtyj kontratën më. Nuk i funksionon puna atij më. Derisa gjej diçka më të mirë që jemi konfort. Absolutisht, e ke eksperiencën e ke ndor vet. Ideja është që kërko. Kjo është ideja. Ideja është që Shqipëri është një problem që është bërë çik i madh që nuk ka këtu. Këtu duhet miku, duhet kështu dhe mos kërko. Më thash unë çam thoshte plaku. Morbo, a kam pa ndonjëherë këto shokët e tu?
Ti e fut me naj faqe në internet, naj faqe ministrie se okay më në shtet punësojnë gjithë politikisht gjithë. Jo! Ka vene të caktume që ka mungesë aplikantësh. Nuk aplikon. Nuk aplikon më vëlla. Po s'ka, po pse për 400.000 lekë do shkoj unë. Si për 400.000 lekë? Po ti jesh pa punë, do harxhosh lekë. Se çfarë do bësh gjithë ditën? Po dhe mund të dalësh mes, do pish i kafe, paketa cigaresh, nga kafja do shkosh te kafja tjetër, do t'iki 10.000 lekë ditë. Her 30 je minus 300 ti. Ai 400.000 lekë si te rroga, llogaritë 700 ti. Se ti pa punën, ti do harxhosh lekë. Ç'do të bësh më? Ç'do të bësh më se? Prandaj do të them të mos se edhe kur vija unë më thënë jeni në Gjermani kështu, po unë si e dita plak, unë kam pastruar edhe banja këtu. Po katering, kemi punuar me vetëra nga 14 orë punoja. Unë e mbaj mend kur vija unë nga Olympia Stadium, në stadiumin olimpik këtu. Unë vija në orën 3 të natës, kisha 14 orë punë, kur vija në shtëpi nuk më zinte gjumi se më zjenin këmbë. Literally më zjenin këmbë atë plak. Edhe me zi e prisja unë sa të vinë tunë tjetër për atje. Po pse te Basti atëherë kur shkoshim? A mamu? Unë ta që Duro por te Basti bëj këtë bëj atë bëj, do i bëj. Ç'do të bësh? Se 0 lekë janë më pak se sa ai se do t'japi ai. Po them nuk është as 0 lekë, është minus. Është minus pra. Nuk është as 0 lekë, kështu mendoje. Kur je pa punë është minus, nuk je në 0, je minus, se je nuk ke ç'a bën, nuk ke me ç'a mush ditën më burr. Nuk ke më burr me ç'a. Është kjo që njerëzit që mosu për mendimin tim duhet ndihesh edhe paraqituar, jo. S'ngopet ku, jo s'u kënaq, ja e ka këtë punë dhe bën të tjetrën kështu, do t'i marrë gjitha punët, nuk ngopet. Ajo është se tani të kalojmë bëhemi kështu minor seksistë, mashkulli atë ka. Unë e kam edhe shpenj që thonë show me satisfied men and I will show you a fete. Po është vërtet apo plak? Po kënaqe po. Në momentin e parë që ti fillon të kënaqesh me veten që të tregosh sikur je në mund, ke marru. E marru plak. Po se pata energjinë 20 deri 35 vjeç, kur do kesh më? Kur do kesh më? Po se pata 20 mashkulli, po se pata 20 deri 35 që ti se ai kali I palodh që ku ta gjej? Po pra. Kur do e kesh? Kur do e kesh? Po do të bësh, do përfundosh si ky që thot 9 me 12 u lodha unë. Nuk mbëhet më se o Zoti I Madh duhet çon në orën 8 nesër. Edhe një gjë kështu si një mesazh tjetër që e kam me gjithë zemrën, domethënë që do ta përpara fundit, është edhe nëse keni ëndra. Shiko, se edhe unë kur punuar si kamarier, si banakier, ëndra ime nuk ka qenë asnjëherë ti, as kamarier banakier. Jo. Por duhet të hash shmut mjaftueshëm derisa sa të kaloj ajo, e kupton? Nëse je I zhytur në mut deri te koka, do të hash mjaftueshëm mut sa të pak të nxjerrësh kokën. E kupton? Që ta shikosh gjendjen si je. Edhe nëse ke ëndër ku dëgjon, o do të bëhesh këngëtar, do të bëhesh ku dëgjon balerin, do të bëhesh gjë. Bëj diçka tjetër që kjo gjëja tjetër të mbajë gjallë dhe të suportojë derisa ta arrish deri tek ajo pjesa ku do të vesh ti. Është sakrificë që do e bëj gjithçkush. Diskutohet. Se është vetja mënyrë. Nëse je në familje, tani nëse ke lek bëj çfarë do të trapi ty, e kupton ty mbarta pa Zoti, ai sa e ke Zoti ti shtoft, si do të qoftë. Ne po flasim për stres normale, nuk po flasim për normale, nuk ka tur. Puna nuk është tur. Edhe nuk e kanë thonë kot pra. Është shpreha më e dur që e çdo kohë, nuk ka tur valla. S'ka vetëm mirë të bë. Vetëm mirë të bë. Se po për veten tënde në fillim. Ora në fund ditës edhe sikur nuk do të nimoj me ndonjë gjë shumë, në fund ditës ndihesh një far pike më shumë I dobishëm. Normalisht ke bodi me veten tate ndihesh po. I çik më në rregull se ç'mund të ishte po ti je kot. Kalon në makro, lëre këtë për veten tënde. Ora je parazit I shoqërisë, nuk fut asnjë gjë, nuk ekziston në GDP, plak, e kupton? Se ti qahesh për shembull, jo e Dirama kështu, jo Sali Berisha kështu, po nëse ti nuk e merr mundimin për asnjë gjë për veten tënde, ti je parazit, ti je më keq se ata. Po je kot më. Parazit pra. Tamam parazit. Kupton, thjesht për merr. Nuk ekziston fare, as në sigurime shoqërore, as në taksa, as në rrogë, as kot. Edhe që s'u paguan taksa, patëm bëj një punë për të dëgjuar, prasit një ullje, por vil një qershi. Bëj diçka thjesht sa të ndihmoj ty sa të vesh të këmbë të tokë. Edhe po patë lek se morëm rastin tjetër historia pastaj aty. Edhe po patë. Dormer më burr.
e ke mundësinë ndërmerr më por ke një ide biznesi. Tu ka shumë bryla, por provoje ti herë të ta fusim brylin, se mirë është më ta ndjesh. Ose provove një herë ku? Si? Ku? Të ta fusin një herë brylin. Le brylin si ka bryla këtu, nuk ecet këtu. Provoje. Provoje ta hash brylin fytyrës, që kur të bësh atë tjetrën, ta kesh një shembull, o ti mos e hangsh brylin kur me të parën, inshallah do zoti. Ore, jo. Po do e provosh. Duhet ta hash një brylin se larg qoftë në të ecën me të parën edhe mbas 10 vitesh të fut njëri brylin, pastaj ngele si guak, si çfarë po. Kështu që për përfundim, hani brylin që të rini drejt më vonë. Po. Nuk është turp, puna nuk është turp. Në çdo lloj pune të jetë. I radhës do jetë, do shohim pak atë. I radhës do të rikthehemi pak te politika, po kemi lënë politikën si pas tonë historik, se ka qenë dje, ti s'e pe. Nuk do e shoh dhe unë domethënë do i shoh dhe ato që do jenë në vazhdim edhe do diskutojmë pak atë, sepse duam ne shëlitur drejt për drejt me gjithë ato që folën drejt tash domethënë, anashkaluar këtë pjesën e europianëve. Mirë pra, normalisht ju e dini që nëse podcasti ju pëlqen do të bëni subscribe, like, edhe komente të dërgoni një shoku. Mjaftoni vetëm një personi të dërgoni, nëse ai personi ka 10 veta, i pëlqen njërit, ai që ti do të dërgoj dikujt do mendoj. Nëse mendoni që ne kemi me ide të mykura, ide gabimi, lutem komentoni sepse edhe ne deri në një farpike nuk e bëjmë as për lek, as për fam, as për asnjë gjë, nuk më intereson fare kjo pjesë. Ideja është në pikë të parë ne thjesht duam të provojmë idetë tona. Bravo. Si mirëpriten se nuk kemi ne akoma aq lefti sa janë europianët. Ne akoma e kemi kulturën që ne e kemi të lejuar të bësh gabim. Gabimi është shumë anë. Edhe shbekimi më i madh sa të bësh gabim, pak në di çfarë do bësh në tjetër. Kështu që komente ku mendoni ka pika për të diskutuar nga çat gjut, pika që jeni dakord me fjalë që s'ju pëlqejnë. Pse jo? Ishte më interesante. Nuk diskutohet sepse normalisht, jo se është për mua, se do thosha tash që podcasti është për mua. Podcasti është për mua, është për të gjithë ne që flasim gjithmonë këtu, po ideja është për gjithë secilin, sepse në këtë periudhë që jemi ne, domethënë për momentin është e vetja mënyrë se ne mund të japim një input në shoqërinë tonë, domethënë edhe nuk është as me mendje madhësi, nuk është as me të keq se do thonë rob jo që u ik tante, po kaq kena. Po ta thonë edhe këtë. Po patën një koment. Qa na bë kot ky si kokë e madhe. Po e di si funksionon Shqipëri. Po e më vlla. Po e komenti. Kur dali ky podcasti pra mos harroni se do e ditë e diel dhe mos harroni se ai optika është e hapur që nga ora 11 dhe ju ftoj të vizitoni dyqanin. Adresën normalisht adresën e keni në description, Instagramit edhe siç u thash, ditët e para të hapjes është deri në 50% ulje, por me kodin Buçi Podcast keni edhe një 10% on top për të gjithë juve. Falmo. Edhe në qoftë se nuk ka rob që nuk e dëgjojnë podcastin, po e duan syze, thjesht shok, ju që keni shokun, ta dërgoni thjesht, edhe të përfitojnë. Se s'ka asgjë gjë të keq. Absolutisht. Mirë pra. Miru dëgjofshi në episodin tjetër, ja kalofshi shumë mirë dhe shumë suksese të mëtejshme në çdo gjë që doni të bëni. Ciao. Ka dalë super podcast i shumë qjarë.